Është 28 nëntor, festa më e rëndësishme që kemi si kombë. Kush ka para, prenotimet i ka bërë me kohë. Charterat janë nisur. Kush nuk ka, shpreson të kap ndonjë aktivitet falas në qytet. Dhe kush nuk ka shkuar akoma në Turqi për të festuar 28-29 nëntorin, do rri para televizorit duke parë ditën si një të diel të stërgjatur. Televizori do t'jetë plot me fjalime bombastike, copy-paste nga 40 vitet e fundit. Do shohim politikanët që bëjnë si të dhimbsur duke çuar lule në varrezat e dëshmorëve. Lule të cilat nuk i mbajnë as pak në dorë vet, i mbajnë ushtarët. Do bëjnë atë përkuljen tradicionale prej 7 kalorish. Do kërcas më shumë se kur xhamadani via, ku që zimër, ku që zi. Por pyetjen më të rëndësishme nuk do artikuloj kush. A i duam vërtet Shqipërinë? Aq sa e bëjmë të duket në posta apo në story? Pas 113 vitesh pavarësi, a ndihemi vërtet pavarur? A mund të thot dikush që këtu jeton një popull që po ndërton diçka të re? Janë pyetje të mëdha, por ne kemi zgjedhur të shmangim. Sepse pavarësinë e kemi kthyer në një event, jo në reflektim. Dhe gjithçka bëjmë në këtë event gjan më shumë se një thirrje për ndihmë, sepse e vërteta është që në këtë përvjetor të pavarësisë, politikisht jemi të dërmuar, ekonomikisht të varur, institucionalisht të lodhur. Sepse edhe pas 113 viteve, Shqipëria nuk është e jona. Shqipëria u përket një grushti njerëzish. Malet, lumenjt, lisat nuk janë më ato të naimit. Pas 113 vitesh janë rrethuar, mbuluar, masakruar, prerë nga përbindësha prej mishe dhe gjaku si ne dhe nga betoni. Para 113 vitesh një burr ishte i barabartë me një burr. Sot edhe një fëmijë mund të jetë i pabarabartë me 113.000 burra. Varet se fëmia i kujt është. Deri dhe gjakmarrja, tani pas 113 vitesh, është më keq, më paburrërore dhe më e ligë. Edhe sot, pas 113 vitesh, feja shqiptarit nuk është shqiptaria. Ky është paradoksi ynë kombëtar. Në ditë feste jemi shqiponja, por në 364 ditët e tjera, sillemi si grabitçar ndaj njëri tjetrit. Ndarje, gjuhurrëtjeje, korrupsion, padrejtësi, çdo ditë. Sa vlen festa nëse të nesërmen rikthehemi te njëjta rutinë që e shqyen Shqipërinë si një rreck via. Në fjalimet formale të 28 nëntorit, askush nuk pranon të thotë se jemi vendi ku reformat na e bëjnë ambasadat. Kemi flamur, por jo besim tek institucionet. Dhe pa besim, pavarësia është vetëm koncept, jo realitet. Ne nuk na mungojnë flamujt, na mungon kultura që jep flamurit kuptim. Një shoqëri që shpërbëhet nga brenda e humb pavarësinë, pa ja vënë re askush. Shkatrimi s'vjen me armë, vjen me indiferencë, cinizëm dhe me atë filozofinë. Çam duhet mua? Dhe prap takoj shqiptar të mrekullueshëm, kudo nëpër botë. Suksesi i tyre, edhe pse është realizuar jashtë, por më bën të ndjem krenar sepse them është njëri nga ne. Historia jonë është një shembull i jashtëzakonshëm mbijetese, një kom kaq i vogël i rrethuar nga kaq shumë armiq në prakazësimi, por që prap mbijeton dhe arrin të mbijetoj ashtu, me 113 probleme, edhe sot. Shqipja është nga gjuhët më të vjetra, e më autentike në botë, një arsye mjaftueshme për t'u krenuar. Kur eventi i pavarësisë të kalojë, ndoshta duhet të ulemi dhe të flasim seriozisht për pavarësinë, sepse pavarësia ka nevojë për njerëz që besojnë tek diçka më e madhe se vetja e tyre. E nëse duam vërtet pavarësi, duhet të dalim nga çam duhet mua dhe të hyjmë tek ore, kjo më përket dhe mua. Ky është shpirti i vërtet i pavarësisë. Gëzuar Shqipëri. Gëzuar shqiptar. Gëzuar mama, gëzuar gjithë nënave shqiptare. Do ta nisim këtë emision me një temë të rëndë. Do të shkojmë në Librazhd, me një dramë të rëndë sociale, ku vëllai 14 vjeç abuzon me motrën 8 vjeçare. Dhe këtu nuk kemi të bëjmë me një, por me 2 viktima. Siç thot Migjeni, mjerimi tërheq mjerimin. Mjerimi, mjerim pjell. Kështu dhe varfëria, pjell mungesë kujdesi, prindëror, institucional dhe arsimor. Asnjë fëmijë nuk duhet të rritet në këto kushte, duke psuar trauma të tilla që duan vite të rikuperohen, ose nuk rikuperohen asnjëherë. Por që kjo të ndodh, duhet që shërbimet sociale të funksionojnë dhe institucionet të trokasin në derë përpara se të ndodh tragjedia, jo më pas. Materiali vjen nga piranja jon Avi Mema.
Një shtëpi thuajse e rënuar, ku një nën rrite vetë me 3 fëmijët e saj, me zvarfërisë ekstreme dhe pamundësisë për të edukuar dhe arsimuar siç duhet. Mjedisi tipik i rrëfenjave migjenjane, ku krahas skamjes ka zënë vend dhuna, abuzimi e padyshim indiferenca e institucioneve që mbyllin sy e vesh përballë realitetit që do t'ju tregojmë. Jemi në një fshat malor të Bashkisë Librazhd, në nënçatinë e kësaj familjeje, aty ku fshihet një histori e tmerrshme që askush s'ka dashur ta shohë. Unë më dish burë, ishte smurë ashtu. Më lavë mi të dhe i tre me i ti, më jam e smurë me ojbi, s'punoj të, më qash me i më lekim, që ku më delë mua? Nga se vuan. Nga stomakë, nga kokë, kam gjitha i bi. Të shi kam 3 goza mashtuar, 3 kam këshpia, edhe jam të i ojbi, 18 është a i madhe, që të be? Të i ditë është a i tjetëri i dytë, kështë e goza e dytë. Teksa i hedhim një sy banesës me mure që mbajnë lagështi, 2 shemet të kalbur dhe 2 ere dritare që fusin të ftohtin, imagjinohet lehtë situata shëndetësore e kësaj gruaje dhe fëmijëve të saj. Aq më tepër kur bëhet fjalë për nevojat minimale, që nga ushqimi, dritat apo ngrohja. Por si të mos mjaftonte varfëria dhe sëmundjet, për këtë nën ka edhe një problem të shtuar. Pje malin e kam punë gjallë brash atje. Qa punë e bën? Ai që është e kam ashu me lopat, ka të mafje. E 10.000 lekë me japin ditë, ku i dalin ata i bidon, pira, ku ka museun që t'i ble ashu. Qa i bi dhe i prish, i dhe më bi, mos i prish, dhe i dhe i boj me ha. Si prish, qa bën? Merë pakete i bi me bira. Me ty si cilën? Ai vogle e si gashu. Si? Të sa thema. Teksa dëgjojmë fjalët e nënës, kuptojmë që nuk kemi të bëjmë vetëm me varfërinë, sepse problemet në këtë familje kanë kaluar çdo limit. Ai vogli më thoda, pista, motës të vetë i thoda e piste, ku i marrë janë shumë. E mua mos me vjerë, mirë i bitë më thoda, se kam rrit vetë se kam rrit. Qa lafësh? Së le them to. Te buri gjatë, sa dhe ku ishte ai, s'osh i dhafë, jashu. Sa dhe ishte ai, më thoda. Që unë ishë është në klasë të 8, qa të thot ty? Ai më thoda, mua edhe të sotës të ashuj, se nuk si edhe mirë bi, nuk si edhe mirë as njerë. Të ka rahur dhe ty dhe vajzën? Po, më si edhe asho, që të bëj aty? Po pse të ra? Po më rejtë dhe kujtu qarë me një ka ajbi, nuk e di. Pysin janë shumë të dhafë, të dy. Mire ke, që unë i kam bërë. Nuk të ndihmojnë fare? Po, hiq. Po si ja bëni për të ushqyer, për të mbajtur fëmijët në Qa shkollë? them, kam i bosh e bi, që është një lekë, bosh. S'ka mësi e bi tja, do për s'ka mësi. Pa madhe e bi, si t'ja bërë, që t'ja bërë. Qarë punë e bën këtu? Po ja ku shpije, do fshi, do bën katu fëmijëve, mu prishe të zia, dhe isha pa që e prapë fëmijë, si do bën halli te. Kur deka buri që ka halli madhe e bi. Po fëmijët se silleshin atëherë kur kishin babain Më gjatë? mirë, nuk bëni shama, nuk silleni, nuk ashtu. I mesazh digja ai, vën dorë, mu gozën në dorë. Duket qartë se humbja e babait ka shënuar një kthes të fortë në jetën e kësaj familjeje. Pas 2 vitesh mungesë të tij, fëmijët nuk pyesin më për nënën e tyre, e cila përballet jo vetëm me vështirësitë e jetës, por edhe me dhunën dhe ngacmimet e tyre. Mos u na bu për atyre i pi. Pse? Klusa ime s'u na bu, se rri për avë, kemi frikë i pi. Ka frikë unë. Nga se ke frikë? E shi marka iri, edhe ai vogli e ashtu. Çdo balans në këtë familje duket të shkatoruar dhe tashmë në shtëpi mbizotëron agresiviteti dhe dhuna. Mirëporrëfimi i nënës për djemt na lë të kuptojmë që nuk kemi të bëjmë thjesht me sjellje të papranueshme të tyre, por edhe me diçka shumë më të rëndë. Po vajzën e vogël e ngacmon? Po, Si e ngacmon? hojte ju, se kanë të lafe një. Çfarë lafësh? Se kjo goza e vogël e qonë të tjetë. Te ka thënë një që gjë e ka ashtu, motë. Aja s'më të rekon, gjë e ka ashtu. Ka abuzuar me gocën? Vajza e zonjës për të cilën po flasim është vetëm 8 vjeçe dhe nëna fletërsisht e dorëzuar përballë fatit të trishtës të voglës së saj. Ti them, oj go, ka bërë gjë thote. Të vonë kështu, po me kujt ju? Ai tash në shtëpi dobët cilët. Nuk si e mirë, edhe ky i marrë ashtu. Po si s'ka? Ka frikë private me të në shtëpi për shumë? Po, ku le ashtu, ata jo ovin për sy. Po mirë, gocën e ke pyetur ti? Se kam pyetje ti. Si ke thënë? I kam thënë ka bërë gjë se me. Po si ka bërë gjë se goca është klasë të 2 dhe ndoshta nuk e kupton. I kam se hajbi, ke bërë gjë me atë? Po ti nga kush e ke dëgjuar? Ta njerëzit kështu, që thonë, flas. Si të thonë njerëz? Që mos e lërë gocën vetë, se ka bërë ashtu, me motë. Po ku e kam parë? Kanë parë video. Këtu na duhet të sqarojmë se shkaku kryesor që na detyroi të shkojmë me urgjencë te kjo familje është një video tepër e rëndë e cila qarkullon tek banorët e fshatit, kryesisht tek fëmijët. Gjë që na e pohon edhe kjo zonjë. Kemi dëgjuar jo ka qarkulluar video jo. Pra këto po tregoni, ne kush po? Po kafe. Ka ngasmë gocën e po. Çunë.
Ekziston një video që vllai abuzon me motrën. Po kush kanë thënë këto fqinjët të vërdan? Po këta me këta. Që shumë nuk ka bërë ai vogël me motrën. Po më moshë minja, kujde unë? A ka bo, s'ka bërë se s'di. Nga biseda që bëjmë, duket qartë që nëna nuk ka asnjë gjë nën kontroll brenda shtëpisë dhe detyrimisht nuk arrin të ruajë disa ekuilibra të rëndësishme për të ardhmen e fëmijëve. Po te shkolla, e kam pyetur vajzën? Ajo direktoresha, ata mësuese, ata s'kan bërë gjojbi, nuk e di. Ti e ke parë videon të kanë treguar? Jo, asë se, s'po kanë thonë gjë. Për deni në madhe kanë thënë që? Po Jo, për të dy. jo. Edhe ky është çika, kështu po Si është? nuk sihet mirë edhe ky. Vajza fle me ty apo me vëllezërit? Me mu. Po kam frikë se e nati thonë. Kam frikë i bi. Në këtë pikë të bisedës, nëna na përcjell tmerrin që përjetojnë ajo dhe vajza, teksa kalojnë netët pranë dy personave, të cilët duke u rritur, do të duhet të ishin mbështetja kryesore për ta. Mos u na bupe atyre i bi. Ke frikë se vinë të bëjnë diçka ty, djali? Djali ka tentuar ndonjëherë të të ngacmojë ty? Për të ra, po. Ka rahur? Po, vetëm e më dhave thop të dy. Për dhave të pisa, a i vogli thop. I ma nuk të dhave pis. Pa i vogli të dhave pis. Qa të thot? Nuk të thop rosti i budalash të dy. Motrën i ven se lera ata i bu. Të ras. Po floku ja shu, e shtyn, ja shu. Për shtyn, këshu, kom po. Në prezencën tënde ai e ngacmon, nuk e pak frikë kur ata janë bashkë me njëri tjetrin, po janë vetëm? Frikë sa më bi, këtë shkoj. E unë frika. Shkojnë bashkë në shkollë fëmijë? Shkoj, bak. Edhe vim bashkë. Po, unë vej marrë një dhe je vergosë, se kam frikë. Se, kujti jetë, se ajo s'du të ribashme, me vla. Pse s'duhet ribashme? Po s'du të kujtë qa i bane. Po pse ke parë në i gjëti që ke frikë? Unë të kujtë drejtë, hajë merë kanë të shi, flej gjumë. Edhe nuk vrije si njeri, po për brejkët. Ta shi, kujtja ish brejkët? Që të që u kam frikë, se ajo flej rrimë atë, lakurik flej, natë. Parti, po pse flej lakurik? Do ta preki vajzën? E prek, kështu se unë i bërtas, nuk e leja. Si të që ashtu do ta ketë hapë. E do vajzën afër? Po, është i tjetëm ka thonë atje. Ta po këta marrë vesh një gjohë, tha që unë gjohë ka kap gosë. Mos të rgohë asë një rjellë, tha, shqikte, po t'ka bërë, mos të rgohë në kështu se marrë vesh të njërë. Nëna na shpreh merakun që ka se çfarë do të thonë në fshat. Pa arritur as pak të kuptoj gjendjen emocionale të vajzës së saj 8 vjeçare, që abuzohet rregullisht nga vëllezërit. Vendi intime, prek? E prek, ka gosë, ka tek, e ka. E puh, jasho. A i gjithë nga kurishi, bje i prek. Po mos jem unë këtu, a i kuj që qaj pa. Të dy, edhe a i ma, a i ka frikë. Ke frikë se të bëjnë dhe ty diçka? Po, sa e dakë për afra, a i e merë afra. Kur vija unë i ikënë, i gjithë nga kurishi dhe i e që robë. Zhvishet dhe goca? Po, unë i përshtat, ma adhe s'ma i vish. Zhvishen të dy dhe afrojë njëri tjetrit? Që kështë që bërë i vish. Dy vëllezërit e kanë kthyer incestin në një normalitet. Aq sa tashmë nuk ruhen më as nga nëna e tyre, që mjaftohet vetëm duke u ngritur zërin her pas here. Po ti, ke bërë ndonjëherë kështu denuncim për? Po s'kam bërë se si të shumë më vina shumë i bi për fëmijtë. Kjo është shumë e rëndë. Është i bi, po i me... Se ti ke parë shumë gjeste këtu, ke parë se si djali e prek, se si zhvishen, se si kufen. Po, s'pore. Këtu rrini ju? Ja, këtu fleqën. Ja, kjo s'ka dri. Po ti me gocën ku? Ha, ti ma toni. E gjami thybi, ka prisë mi nadrë i bi, të dy. Se mi, jam shoj, me një gocë. Gjapin e kanë thyrë djemët. Ka të harpa, se të shve, të dy. Se të të kapi mos me zorë. Se në ka frikë të rëri këtu. Kanë thyrë xhamin se duan të kapin motrë. Po, e në ka frikë. Se të bëhet i bi. Abuzim, dhunë dhe terror brenda një shtëpie ku askush nuk është afruar një herë të vetme për të dëgjuar fjalët e kësaj gruaje dhe zërin e mekur të vajzës së saj 8 vjeçare, e cila, nga sa na thot nëna, ka bërë një komunikim me psikologen e shkollës, që me sa duket ka kuptuar se në këtë familje diçka nuk shkon. Ndaj, pasi mësojmë këtë detaj, vendosim të shkojmë në shkollën e 2 fëmijëve të mitur, atje ku na pret drejtoresha. Unë si drejtoresh shkollë, jam asnjë lloj përkati pjesën, sa i përket orarit zyrtar, ndoshta dhe që në pjesën e shpirtës një pikë. Ta e vajza është shumë e mirë, edhe nuk si me ecë shumë mirë, nëse unë e kam gjithuar, është socializuar me shoqë, unë e ka këtë pjesë, blajnë të time por 7 veç. Si në një një tjetër, aja të qetë, nuk jam. Unë të jo, ajo ka një vitet e fundit ka darë, në vjerë të i së primës. E në që vjetë të ishë bashkërtu, e njoha, e kisha këtus, atëherë e njoha, edhe më shumë, nuk është se më shfaqë dhe që nga tjetër. Nëse shfaq të psikologja i thotë që kujdes nëse tjerë po atë, djalit të ndi silin pasroni, atë të jo, të bëra shaka, nuk është e shëndrushme. Nëse nuk eshit të vëmendshëm, po e përsërisim. Psikologja i thotë që kujdes nëse tjerë po atë, djalit të ndi silin pasroni, atë të jo, të bëra shaka, nuk është
e qëndrueshme. Pra, psikologja i thot, kujdes se çfarë thua, se i sjell pasoja djalit. Dhe nëna, e cila duhet ta pranojmë që ka një nivel intelekti nënmesatar, ndalon me një herë dhe mjaftohet me një fjali. Bëra shaka. Rasti është referuar për dhe një më thonë të prazhnit, jam referuar. Shumë gjëra. Nga psikologës. Drejtoresha na përcolli duke pranuar që familja ka problematika, të cilat sipas saj janë referuar tek institucioni përkatës, por që nuk është në dijeni të ndonjë problemi tjetër më serioz. Të paktën kështu kërkon ta fshehë realitetin përballë nesh. Ndaj kërkojmë të komunikojmë me psikologën e shkollës, e cila na tregon evidencat nga komunikimi që ka patur me 2 fëmijët e mitur. Dëgjoj, unë nuk është të kam një dieni që ato mund të kenë një problem të tekstuar, por në fillim vitit shkollor, kur ne plotësojmë hartën sociale, kam verifikuar që fëmijët kanë problematika sociale që kanë mënyra të civilshëm, dhe kisha dëgjuar edhe që ama nuk është ushtronte shumë mirë rolin e nënës dhe të prindit. Për këtë arsye nga më vënë dieni një më thënë, në sinë mbrojtje të fëmijëve, edhe kam data një përfaqësues në komunën qendër, është përfaqësuesja që merret me çështjet sociale, dhe ato i ka vënë në dieni përmes një maili për problemet sociale që mund kenë për ekonomi. Unë për kaq jam në dieni. Kam patur një takim me nënën e 13 nëntor në zyrën time, ka ardhur, ka kërkuar, dhe më ka thënë që djemt më gënjejnë, nuk më dëgjojnë, më shprehur për djalin e madh që nuk më dëgjon fare dhe nuk më bindet pra si gjë që e ka mu. Ajo aludon që edhe mund të më dhunoj, thot për djalin, por shpeshherë nëna është kontradiktore. Për këtë arsye, ajo nuk është në zonën shkollë. Kam marrë një deklaratë nënës atij që ka qenë në shkollë dhe më njëherë kam njoftuar punojtën e policisë që është i zonës. Po dhe kam thënë që nëna ka një shqetësim. Mund ndosh një takim ku të keni ju mundësi në lidhje me djalin, se nuk është çështje e shkollës, se djali është jashtë shkollës. Psikologja me pak fjalina ka bërë një panoramë të plotë të asaj që mendon se ndodh në atë familje, por gjithmonë me doza të forta dyshimi ndaj nënës, që sipas saj është kontradiktore. Pra nëna gënjen në gjithë atë rrëfim të detajuar? E vetmja gjë që ma vëjtur të fëmijët është të nuk është jam veshur mirë nga ana higjienike. I ndjek edhe në procesin në simol, ose edhe kur dalin në aktivitet ose në pushim, shikoj që marrin edhe ushqim nga shtëpia, vinë të shyer, vetëm që nuk jam të pastër. Këtë gjë kam verifikuar unë tek fëmijët. Vetëm probleme higjiene. Asgjë tjetër nga çfarë na tha nëna në bisedën e gjatë që bëm. Domethënë vajza nuk ka shprehur diçka. Jo, absolutisht asgjë. Unë nxënë se kam këtu, kam zhguar, kam verifikuar, thjesht për pjesën që ajo vjen në shkollë, jo higjienike, kemi ndihmuar edhe me rroba. Detyra ime përfundon që në momentin që unë kërkoj ndihmë, unë referimin e kam bërë vetëm këtë në gjendjen ekonomike që ka familja. E ke bërë besoj që në fillim të shkollës. Po në shtator, po. Në këtë pikë të bisedës, psikologja na siguron se si pjesë procedurale e detyrës së saj, çështjen e ka referuar përpara 2 muajsh tek institucionet përkatëse të qytetit. Por me sa duket, 2 muaj nuk janë të mjaftueshme për të zgjidhur një çështje kaq delikate dhe emergjente, sidomos kur flitet për veprimet as pak normale të djalit të madh të familjes. Ti që vllai i madh nga informacione jo zyrtare ka postuar foto në rrjetet sociale dhe të hishme në kaq, po këtë video dhe këtë nuk është, kam asnjë lloj informacion. Foto të familjarëve? Jo të veta, pjesën që ai ka postuar foto të veta, e kam adresuar. Thjesht, unë nuk i kam parë vetë me të mirë, pra shkoj sa nuk i kam parë të gjëra, unë nuk mund të shpreh asnjë lloj gjëje. Aq më tepër që ai është në zonën e shkollës. Duhet dish të diçka që normalisht unë jam psikologe, unë të kam thënë çdo gjë që mua më takon të kthe, dhe ai sa unë di. Si drejtoresha, ashtu edhe psikologja e shkollës, gjatë gjithë bisedës me to, e shmangën problemin e vërtet të kësaj familjeje, duke e kanalizuar tek varfëria dhe mungesa e inteligjencës së nënës, e cila sipas tyre është e paaft për të kuptuar situatat dhe shpesh herë tregohet kontradiktore. Kjo retorikë u artikulua aq shpesh sa për një moment na bëri edhe ne të dyshojmë nëse fjalët e nënës janë të vërteta. Por 2 ditë më vonë, gjërat morën një rrjedh tërësisht të papritur. Dhe drejtuesit e shkollës të alarmuar nga prania jon atje, u vunë në lëvizje për të fshehur çdo gjurmë të skandalit. Mjafton ky mesazh që ka qarkulluar mes prindërve për të kuptuar pozicionin as pak ndihmues ndaj familjes nga ana e 2 zonjave me të cilat kishim komunikuar. Ndërkohë, hapi i radhës për t'i dhënë fund këtij abuzimi të tmerrshëm ishte Bashkia Librazh, e cila pas këmbënguljes ton ja përcolli informacionin policisë së shtetit, duke bërë të mundur arrestimin e menjëhershëm të vëllait 18 vjeçar të viktimës. Por ky arrestim nuk i ka dhënë as pak zgjidhje problemit, sepse vëllai 14 vjeçar, për shkak të moshës, është lënë i lirë dhe vazhdon të jetojë në të njëjtën çati me nënën dhe motrën e abuzuar.
Kjo dua trokitje shkon për dy velina tona. Fantastike, një bjonde një brune. Me zi kemi gjetur që të na ngjajnë me neve. Në fillim të këtij sezoni ngritëm problematikën e madhe për parkimin brenda QSUNT-s. Edhe njerë? Parkimi brenda QSUNT-s. Ku mbizotronte ligji i xhunglës, e për gjetur i vend parkimi duhet shkohet gjeje Tarzanin. O vllai, ma gjeni. Por Flor. Po. Kur e pan që njerëzit që janë në hall do e paguajnë parkimin se s'kan ç'bëjnë, vendosën institucionet më në fund të veprojnë. Jeni vetë. Po. Dhe do na kthejnë dinjitetin, Flor, se më në fund në QSUNT Bogati do të bëhet një parking 3 katësh. Po ç'është ky lajm më dojna? 3 katësh më. 3 katësh. Po. Se mos rregulloni në gjë brenda thuaj. Ka që boni komshiu im për qef. Po ç'është ky lajm i kaq i jashtëzakonshëm tani? Tani për gjithë ju njerëz, si doni të kurseni që të kaloni disa orë, të rini gjeni ashtu, tak shumë parkon atje ke spitali, ke QSUNT-ja, edhe ikën në shtëpi. Ose merr autobusin, shko prapë. Dhe sa rrin kurrë. Por, ne dim atë shprehjen e famshme që djalli që ndron tek detajet. Në rastin ton, djalli që ndron tek evrot, sepse ky parkingu do të kushtoj 14 milion euro. Për vetëm 14 milion euro do të keni një parking modern 3 katësh dhe do të menaxhohet nga 100 punëtor. Më falni, 14 milion euro, po çapo bëni Pentagonin 2? Çapo ndërtoni Koloseumin nga fillimi, jeni të rezime që parking makinash. Po flet seriozisht apo? Po seriozisht më kam. Po sa më bezdiset ti mo. Uli më kokën aty. Do jetë shumë e bukur diamant ti. Po shosh. Sa euro ishte kjo shosh? 14 milion euro bes. Sa të kapim ne këtu tashi? Se parking ke QSUNT-ja? Po kur do na ishe pandësinë neve, në parking të shosh. Po sa do kapim ne këtu investim? Sa do kapim? Je informuar gabim. Po sa do morim ne më? Ne zero. Si zero ne më? Zero. Po që investigoni ju më vlla? Ne thjesht denoncojmë aty. Po vlla, po mi me këto denoncim, është tu ka pris qeso me lajmet. Është po kapim ne me denoncime. Që bëhet shumë më. Zero. Shumë zero më. Edhe easy. Edhe minus biles. Po vlla, që do kapim ne më jena tu denoncuri afer 14 milion euro. Duro më ta shpjegojmë çfarë do kapsh. Tani bes, ti na ke keq kuptuar ne. Sepse ne nuk e ndërtojmë ne parkimin, ne po hetojmë mbi këtë marrëveshje të dyshimt, ku punën që do bënte një roje, tani do e bëjnë 100 roje. Kaq. E mora vesh pra vlla. Ka 100 roje. Po. Bohen 103 roje, plus 3 roje tjera. Pasën kapim e ven roje, se për lek që na tu kap që si na tu kap. S'ke shumë të zëqin e Niko, ka ik Niko. O bes, nuk e ka kuptuar mirë fare. Tani, ne jemi nga ana këtej e barikadës, dhe ti e bashkë me ne këtej. Ata janë ande. Ikni ju anë ka ana tjetër e barikadës, po si dalun ka krau tjetër i barikadës, se ju s'jeni tu e kuptuar. Më vjen keq kur u ndan këto në Aranë, jemi nga ana popullit. Nuk du me shkua ne ku bojnë legët, është tu kap rris qiqo me lajmet, s'po kapim ne një investigim, qa foni? Ore që kemi reizi. Po vla, tu kapim ne gjunim, që do kapim ne pësina dhe. Ta thot vllaj, më gjë mua, kam një ide, po që kapësh në një. Jo se më hiku zëqinologu. Tani, vishu me golf, ti dhe bashkë 3 shokët tu, të 4 me golf dhe bëni një golf kaç. Po. Nguli nga një huke, një nga katet e parkimit, e thoni, to ke zanu vlla, edhe merë një gjithë me që 4 shok nuk i kam veç një, ata fësin golf të o shok, ju kini ikë për leshë shok. Ose, në qofë se do, dil në unas, të kërë e madhja, ke loti 1, loti 2, loti 3, loti 4, ose ke tuneli Llogaras, edhe disi shkon s'pak për jerë, papa. O shok, qa do kapim ne, përse nuk po kuptoni thelbin në vlas, po kuptoni thelbin. Ore, këto po kapin, po ne qa do kapim. Ore, pse nuk shkon të pyesësh një Luela Gaxhan?
Qa ka Sa jo kap? është marrë me këtë Ka investigim? kap me Luela, ke kap gjoti zemra? Luela, Po që do kapi më vëlla, që do kapi? Luela, përveç është raskapitur edhe Luela. A si gjom? E mos shkap pyet e raskapitesh, njerëzit. e mos kap se si gjo, që do kapim? Deri dhe dignitetin dhe shpirtin e mirë, qa do më shumë? E mojve që do kapim. Hajde, Gjithë dunjana që do kapë. Me të gjithë e kanë menjen me kap në gjomë për burë. Pak javë më parë, ju kemi treguar për situatën e parkingut në QSUNT, qendrën më të madhe spitalore në vend, ku trajtohen rreth 500.000 pacientë në vit dhe kryhet shumica e ndërhyrjeve kirurgjikale. Qendra spitalore universitare Nën Tereza i ka fillesat e saj afërsisht një shekull më parë. Nëse i kthehemi historikut, fillimisht në këtë zonë nuk kishte asnjë spital, por një shtëpi që shërbente për të mjekuar të sëmurët. Gjithçka ndryshoi me kalimin e viteve, qendra u zgjerua dhe në këtë kampus u krijuan 5 spitale, të cilat më pas do të përbënin Qendrën Spitalore Universitare Nën Tereza, e cila mori këtë emër zyrtar në vitin 1993. Në një Shqipëri në diktaturë apo e sapo dalë prej saj, askush nuk do ta parashikonte që për ta bërë qendrën spitalore sa më të përshtatshme për pacientët, do të duheshin vende për parkimin e automjeteve, sepse në ato vite makinat numëroheshin me gishtat e dorës. Kudo në ambientet e jashtme të spitalit, ka kaos, gropa, makina që bllokojnë hyrjen e ambulancës dhe as pak investime. Në fakt, problemi i kaosit me oborrin e brendshëm të Qendrës Spitalore Universitare Nën Tereza ka qenë i përhershëm, madje disa herë ministrat e shëndetësisë bashkë me kryeministrin janë përpjekur që ta stabilizojnë këtë hapësirë. Të paktën me fjalë, që mbyllet kjo lloj situate me si stacion treni këtu, si stacion vaporash që rrin njerëzit, do të mbyllet përfundimisht disiplimi brenda, shkaqe pozitiv që nuk rrin brenda. Përpara tani nuk duhet hyrë të rrinë për aeroport, spitalit, se ndodh në spital botës. por si ka qenë historiku i këtij parkingu? Në mesin e vitit 2014, Ministria e Zhvillimit Ekonomik nisi një aksion për të hequr nga territori i spitalit baret, restorantet, farmacitë dhe dyqanet që ishin të shpërndara në të gjithë hapësirën e brendshme. Në kuadër të këtij aksioni u vendos edhe një trap për të kufizuar numrin e automjeteve që hynin brenda qendrës spitalore dhe sigurisht të vileshin dhe të ardhura nga hyrje-daljet. Tarifa për parkimin në ambientet e Qendrës Spitalore Universitare Nën Tereza ishte 100 lekë për 24 orë, para të cilat do duhet të shkonin për të përballuar mirëmbajtjen e territorit 10.000 metra katror të oborrit të spitalit. Ndërkohë, në nëntor të vitit 2018, Fondi Shqiptar i Zhvillimit saktohet nga Këshilli i Ministrave si autoriteti që do të administronte hapësirën e parkimit në Qendrën Spitalore Universitare Nën Tereza. Vendimi caktonte që të ardhurat e shfrytëzimit për parkim do të shkonin në përmirësimin e infrastrukturës së jashtme të spitalit dhe menaxhimin me cilësi të vendeve të parkimit. Për të maksimizuar të ardhurat, Fondi Shqiptar i Zhvillimit bëri rritjen e menjëhershme të tarifës nga 100 lekë për 24 orë në 100 lekë për 2 orë dhe për çdo orë më shumë për tek kësaj fashe u bë 100 lekë ora. Nga çmimet e reja, të ardhurat vjetore që gjeneron te parkimi i QSUNT-s kapte një vlerë mesatare prej 1 milion euro, ndërsa për vitin 2024 kjo shifër u rrit në plot 2.1 milion euro. Por këto para nuk shkuan për të rregulluar infrastrukturën e spitalit, sepse siç shihet, vendet e parkimit dhe rrugët e QSUNT-s vetëm kanë degraduar. Ndërkohë, autoritetet u kujtuan vetëm disa muaj më parë për të investuar në ndërtimin e një parkingu në qendrën spitalore më të madhe në vend, pas plot 3 dekadash. Një investim fundor, gjithë që ka jashtë perimetrit godinave tjetë duke u shpallur infrastruktura e gjitha këmbësore dhe asnjë makinë mos lëviz as gjithë në që se përveç makinës të urgjencës, gjithë pjesa publike jashtë godinave duhet transformohet në një park. Duhet jetë tamam xhenet. Dhe a e dini se sa do të kushtoj ky investim? Plot 14.2 milion euro, pra një parkim me kate mbi toksore dhe jo nën toksore me 1400 vende, do të kushtoj 14 milion euro ose 10.000 euro për një vend parkimi. Për ta kuptuar më mirë, le të bëjmë një llogari të thjeshtë. Nëse do të marrim kostën e ndërtimit të pallateve dhe jo atë të parkimeve që harton endi kombëtar i banesave dhe Instituti i Statistikave, që është 390 euro për metër katror, dhe duke llogaritur
llogaritur për masat e një vend parkimi 20 metra katror, do të rezultonte që kosto për një vend nuk shkon më shumë se 8.000 euro. Madje, në objektet rezidenciale në Kashar, zonën e Freskut dhe Astir, çmimi i një vend parkimi në shitje varion nga 8.000 euro deri në 12.000 euro. Dhe mos harrojmë që kosto për parkimet nën toksore është më e lartë. Ndërtuesi ka brenda çmimit edhe vlerën e tokës që ka bler plus fitimin. Por me këtë çmim kaq të lartë, duhet të sqarojmë se ne si taksa pagues kemi qenë vërtet me fat fal kompanisë Salillari, fituese e tenderit, e cila dha një ofertë 5.8 milion euro më të ulët se fondi limit, ndërsa llogaria që kishte bërë Fondi Shqiptar i Zhvillimit ishte për të kontraktuar punime të ndërtimit të parkimit me vlerë 20 milion euro me ose 14.000 euro për një vend parkimi. Ne nuk dim nëse ndonjë agjenci mbikëqyrse ka ngritur ndonjëherë shqetësimin për vlerat e larta të fondit limit që harton Fondi Shqiptar i Zhvillimit, pasi nga aty nisin shkeljet. Por kjo është një tjetër histori. Ndaj të kthehemi aty ku e lam. Vendimi i Këshillit të Ministrave përcaktonte se 45% të ardhurave do të shkonin për të investuar në infrastrukturën e parkimit në këtë spital. Ndaj të gjithë mund të mendonim se duke qenë se fondet janë të siguruara nga pagesa ndërvite të mjeteve që hynin në QSUNT, parkimi më në fund po ndërtohet me ato para të mbledhura. Por jo, kemi menduar gabim. Sepse parkimet e reja, me të cilat në prag të zgjedhjeve të vitit 2025 u mburr edhe kryeministri Edi Rama, po financohen 100% me para të buxhetit të shtetit, që ka alokuar 2.8 milion euro në vitin 2024, 4.2 milion euro në vitin 2025 dhe programon për vitin e ardhshëm 2.5 milion euro për ambientet e reja të parkimit. Kjo ndodh në një moment kur nga viti 2018 deri në fund të 2024 janë arkëtuar 8.8 milion euro në vit nga parkimi në Qendrën Spitalore Universitare Nën Tereza. Ndërkohë që këto 14 milion euro mund të shkonin për të sëmurët apo për të financuar mungesën e ilaçeve, sepse fundja është shifër thuajse e njëjtë me vlerën që deklaroi kryeministri për rikthimin e shërbimit dinjitoz në pavionin e onkologjikut e të sëmurëve me tumor. Hapim një linjë financimi nga buxheti i shtetit vetëm për këtë nevojë jetike, duke futur 15 milion euro ekstra në shërbim të pacientëve të onkologjikut. Po ku kanë shkuar paratë e parkimit? Çfarë ka ndodhur me to? Siç e treguam pak më herët, 7 vite më parë, Këshilli i Ministrave ngarkoi për menaxhimin dhe mbledhjen e tarifave Fondin Shqiptar të Zhvillimit, i cili ngarkon për të menaxhuar parkimin një tjetër agjenci e cila ngrihet në funksion enkas për menaxhimin e parkimit. Agjencia e Mbështetjes Ekonomike. Pra për ta kuptuar qartë, një tjetër godin që do të paguhet me parat tona, të tjerë punonjës, të tjerë drejtues dhe sigurisht dhe një borxh që paguhet për të marrë vendime. Dhe kush do të ishte kryetari i këtij bordi? E kush tjetër përveç drejtorit të Fondit Shqiptar të Zhvillimit, zoti Dritan Agolli. Kjo agjencia mbështetjes ekonomike me kryetar bordi Agollin në vitin 2018 lidhi një marrëveshje me Qendrën Spitalore Nën Tereza, ku ra dakord që 42% e të ardhurave të parkimit të shkojnë për investime në infrastrukturën e brendshme të spitalit, vend parkimet, trotuaret, ambientet e gjelbërta, ndriçimi rrugor, duke përfshirë dhe investime madhore dhe 3% për edukimin e stafit të QSUNT-s. Por në të vërtetë, këto para kanë shkuar për të paguar pagat e punonjësve të Agjencisë së Mbështetjes Ekonomike me plot 1 milion euro në vit. Po gjithashtu kanë përfunduar në tenderat e zhvilluara për mobilim, karburant e shumë nevoja të tjera të një enti të ri. Por ka edhe më, sepse krahas personelit të fryr prej 100 personash, më datë 9 shtator 2025, antarët e bordit kanë vendosur të emërojnë edhe 3 drejtor të përgjithshëm. I pari, Alfred Alipi për shërbimet në fushën e mikpritjes dhe bujqësisë, i dyti, Klodian Bregu për parkimet dhe transportin dhe i treti, Kentian Picari për administratën dhe çështjet e brendshme. A ishte vërtet e nevojshme që pas gjithë atij stafi të fryr të emërohen edhe 3 administrator për qoka partie? Dhe imagjinoni pak, e gjitha kjo për një parking. Pra me pak fjalë, punën do e bëj po i njëjti person, ama do të kemi 100 vota, Vetëm, punëtor që do asistojnë punën e këtij. Pra do jarrin aty. normalisht sepse është një punë që ka nevojë për shumë suport moral. Tani do të shkojmë te punëtorët e vërtet, Flor. Sepse 2 javë më parë Frederica na bërë një panoramë të qartë asaj që po ndodh në zonat ku operon kompania Tete Albania Tunnel and Mining. Ky emri Tete mos ka një gjë me italishtën apo jo? S'ka lidhje. Se ta than çik futin.
Ta thanë pak si. Tani e kapa. Edhe ta tuqit, tani po e kapi. Se ta thanë qik fytin, si kupa me ka pak, ta thanë qik. Tete me ka pak, tete tunë në lemajnë, tete tunë në lebini, është qik vështi më i dojnë. Ka përshtypjen se është si ato rastet që shto sa më shumë emra, se bën më të madhe, më të rëndësishme, se ka qimë punojnë. Ose ka pas emocione kur e ka regjistruar dhe është marrë goja. Te Albania. Por, përveç fytit, ky po thanë dhe pasurit natyrore shqiptare duke shkelur me këmbë edhe të drejtat e minatorëve. Dhe kjo është... Nuk mune mëve. Qa ke, mor, qa ke? Po ka pra ka. Prap me minatorët jore. Po me qa mu mor me minatorët nuk kanë kokër leku janë të në mbojgjëme. Po lekti ka pronarja, vla. Meruni me pronarin. Shkojni pronarit, me kamën nga mrapa, e një thoni, sa bukur nëziret bakri këtu nga kjo kompania 8-ës, 9-ës, 15-ës, qa ishte, meri reklamen, këshu bojt leku, vla. A do kapim në i gjo? Qa do kapim më shësh? Ti e kapi kandidat për kryetar bashkije shësh. Ne të dy, Fesa. Ne të dy. Tjerë që do kapim më Atëherë, shësh. si fillim ke kap primin, kemi kap gjithë primin. Gjene vetëm të kap, për mos me rapë sësh. Po pra, si do e kapësh atë gjën, por ne s'kemi gjëma ata që bëjnë lek bes. Po, kjo është e sigurt. Por... Ne e kemi me bizneset që shkelin ligjet e Republikës, e kemi me disnivelin e kushteve të punës, a e di ti bes që punojnë si turq, marrin më shumë se të njëjtit punëtor shqiptar për njëjtën punë? Ore, ju është nuk e di që a keni këtë disnivel në gjithë gazetaret e tjerë në televizione. Pse mër bes? Po shësh, po shkore shësh bëj reklama tje gaj tjetëri, bëj si feziu e shësh, o du ka feziu. Po shabu, i thua ti tjetëri të shësh, sa bukur që... Nuk e ka keq. Jo, se ka keq, e? Po të kapim në gjojnë e ne shësh. Bes më ndoj që ke nevoj për qik nivelim ti. Po. Duhet nivelohesh pak. Po shësh, për mu më haj qika ona leku të shësh. Haj qika vita ti. Haka qik si shumë. Zdimne nga këto punë fare, jemi zero. Po janë të kap tjerët që s'kat lidhe me piranjat, të kap lek nga piranjat, prej piranjave si piranja. Ne? Të kapim një nga këtu. U them, sa të sqarojemi ne të tre, me Bruxelles dhe ndjekim pak frarë dëristën, se ka bërë gjithat punë. Qa ka kap ky? Ky ka kap të kronikën që të shosh tani. Pa hajde e kapim në i gjosh. Po shifë një, se do shta bën mirë. Po foli sa. Shie se pastrohesh, purifikohesh. Kompania turke Tet Albania Tunnel & Mining kohët e fundit është vënë në qendër të vëmendjes për shkak të grevës më shumë se një mujore të 65 minatorëve, të cilët kërkojnë përmirësimin e kushteve të punës dhe rritjen e pagave. Rezultati? Asnjë diskutim mes palëve, përkundrazi, 10 punonjës u pushuan nga puna. Sepse ne kemi shkuar me kërkimit e rroga, kushte e gjëra nuk na janë plotësuar, edhe vetë punëtorët e po të nevojshme të jemi të organizuar në një sindikat dhe me 16 gusht ne jemi futur në ombrellën e Konfederatës Sindikateve të Shqipërisë në Federatën e Industrisë dhe kjo punë ka marrë formën ligjore. Ky është proces verbali i mbajtur më datë 16 gusht 2025, ku vërehet se plot 65 nga 76 minator janë antarësuar pranë Federatës së Sindikatave të Industrisë së Shqipërisë, duke formuar kështu Sindikatën e Minatorëve. Mirë, po këtu nisi ngërçi i parë mes punonjësve dhe kompanisë Tet Albania, pasi kjo e fundit nuk e njeh sindikatën e sapo formuar. Pika e vlimit ka qenë momenti kur më kanë hequr si përgjegjës turrin në mes turrit të dytë dhe më kanë lënë komplet brigadën në tokë pa drejtuesin teknik. Pastaj janë heqë 16 të tjerë, pas janë heqë 46 tjerë, janë 62 veta të larguar. Jo me procedura si të largohen njerëz nga puna, por me WhatsApp. Ndaj ajo që nisi si një ngërç mes palëve, shumë shpejt u kthye në një përplasje pa kompromis. Dhe me vullnetin për të zgjidhur sa më parë në të mirë të të gjithëve, më datë 7 nëntor në minjerën e Spaçit ishin prezent edhe përfaqësues nga Ministria e Ekonomisë dhe Inspektorati Punës, të cilët kishin vlerësuar se ndalesa e parë do të ishte në zyrat e kompanisë dhe më pas në rrugë pranë minatorëve. Ajo fleta është pushim nga puna. Derisa të dalë, nëse greva është e ligjshme apo e paligjshme nga gjykata, ky do të lejë pa rrot, familjen tonë do ta lejë pa rrot. Numri 2 i Inspektoratit të Punës, e cila paguhet nga taksat e këtyre minatorëve dhe qindra e mijëra shqiptarëve të tjerë, doli atë ditë nga zyra e administratorit turk, duke folur me tonë kërcënuese ndaj punonjësve, e duke lënë të kuptohet se duhet heqin dorë nga greva ose përndryshe do të mbeten pa bukë. Zëvon inspektorja nuk mund të vijë dhe ty po ju e presion. Do ngelen ju pa bukë, ç'është ajo? Është avokatja
e kompanisë, ne nuk ulemi në një tavolinë me qelë të pabarabartë. Ne tolerojmë, ata tolerojnë asgjë. Ai thotë jo, nuk mund të vi përfaqësuesi i sindikatës. Nga fjalët e zonjës Anisa Subashi u kuptua qartë se përfaqësuesit e firmës Tet Albania nuk e donin atë si përfaqësuese e minatorëve në takimin që do të bëhen në zyrën e administratorit turk, dhe ndërsa ata hezitonin të futeshin në një debat i cili kërkon njohje ligjore, përfaqësuesi i ministrisë u tregua i drejt për drejt. Unë vesh kaq desha për me marrë përgjigje që ju nuk pranoni, atëherë i kemi përfaqësuar. Dhe me këtë urim prej besimtarit të vërtetë mbylli misionin i dërguar i ministrisë, i cili atë pas dite iku pa dhënë asnjë zgjidhje, duke i lënë minatorët të zhgënjyer mes malesh në mes të ftohtit. Po atë ditë, për të kuptuar më shumë nga kjo situatë e komplikuar mes minatorëve dhe kompanisë turke, kërkuam që të zhvillonim një takim me përfaqësues të kësaj të fundit. Vi fizikisht tani apo të bëjmë diçka me email? Shifni tani të zyra qendrore në Tiranë. Në të cilat na pret kjo zonjë. Përshëndetje Seni, kam folur me Klodianin për një takim këtu me një përfaqësues të kompanisë Polisa Letra në Frardjem gazetar në Misioni Piranjat. Kërkesë për takim, shkresa zyrtare, vizitë në zyra, por firma Tet Albania i shmanget çdo kërkesë për informacion për situatat e një pas njëshme që ka krijuar jo vetëm në kurrizë të minatorëve, por edhe të pasurisë tonë të përbashkët. Na vendosim të udhtojmë sërish drejt Spaçt. E ndërsa ngjisim për të dytën herë në pak ditë malin e Munellës, kuptojmë se vetëm rruga që bëjnë çdo ditë ata minator mund të konsiderohet vështirësi pune më vete. Tashmë kanë kaluar 7 javë nga nisja e grevës, por tymi i bardh nuk duket gjëkundi. Temperaturat sa vijnë ulen, ndërsa këta burrat mirditës vijojnë të qëndrojnë stoik. Rituali është i përditshëm, me mjetet e tyre personale ngjisin malin, shumë pranë derës së kompanisë, rreth zjarrit, mblidhen tokë për të diskutuar gjithçka ka lidhje me të ardhmen e tyre, në pritje të shtrirjes së dorës së dialogut nga kompania dhe shteti shqiptar. Asnjë strukturë nuk ka këtu, pak mund taku me ne, se ata tu mund vinë edhe me zonë futen mbrenda në zim se si funksionon e pjesë. Ne po bëjmë rreth 46 ditë që jemi në grevë. Nuk kemi fol mas në përfaqësues të kompanisë, që nga data 8 që kemi dalë këtu. Çfarë presim ne për përfaqësuesit të kompanisë turke, ku njëkohësi nuk kemi përfaqësi nga shteti. Shteti, i cili në këtë rast duhet ishte një ure fort lidhse mes palëve. Ndaj dhe kompania turke bën të fortin me punonjësit e saj. Një pjesë e vogël e të cilëve janë dorëzuar presionit. Sot jemi rreth 55 vjetër, se 15 vjetën janë larguar për arsye ekonomike. Po bëhen gati 10 ditë që kanë vazhduar punë. Duke mos qëndruar krah kolegëve, kuptohet, sepse varfëria nuk pyet për greva e dinjitet. Fëmijët kërkojnë bukë dhe kur flasim për dinjitet, fakte të reja na shfaqen, duke implikuar edhe më shumë kompaninë turke në trajtimin për çmues që ju bën minatorëve të saj. Kanë formuluar një paqavure që ti më thanë mirëditor që i zhburron shkurt mohabeti me izvesh nga çdo lloj anë ligjore, nga çdo lloj mbrojtje, me qenë të nënshtruar. Letra të tilla në një shtet demokratik nuk do të përpilohet. Bëhet fjalë për këto dy flet të formuluara në emër të minatorëve, por që në realitet janë përgatitur nga juristët e firmës Tet Albania, jashtë çdo norme komunikimi dhe mirësjellje në një shtet demokratik, dhe gjithashtu në kundërshtim të plot me kodin e punës të Republikës së Shqipërisë. Kjo është flet kërkesa, me anë të së cilës, nëse e firmosin, punojësit e rikthyer janë të detyruar të pranojnë se nuk janë paraqitur në punë për shkak të grevës dhe se ata vetë kanë patur dëshirë të paraqiten, sepse janë shumë të kënaqur me kushtet e punës atje, por e kanë patur të pamundur për shkak të trysnisë dhe paragjykimit nga kolegët e tjerë, madje ata vetë duhet të pranojnë se greva ishte e paligjshme. Edhe imagjinoni pak, kësaj paqavure diskriminuese janë dorëzuar 15 minator, të cilët kanë firmosur pa asnjë kundërshtim dhe janë rikthyer në galeri, duke humbur edhe ato pak të drejta që kishin më parë. Në përkëmbje, arrogancë dhe pabarazi, madje deri në racizëm. Kjo sipas minatorëve është qasja e pronarëve turq ndaj tyre. Vjen drejtori tash 2 muaj, mos nalet 5 minuta me punëtorin. Thonë se ne jemi sklavët të atij. Nuk na trajton mirë. Ai punëtori turk trajtohet rrafisht me punëtorin shqiptar në një vend. E njëjta punë. Ai merr shumë shpërblime. Ka shumë disnivele me turkun. Një xhumbis shqiptar për 26 ditë punë, 1.670.000. Kurse një xhumbis turk 3.150.000. Pra i bie 2 fish. Një fademis turk 3.750.000. Sa merr zoti Gjovanin? 42.000 lekë kam ditën e punës. 1.1 milion lek në muaj, 3 herë më pak se kolegu i tij turk në të njëjtin pozicion pune. Diferenca të tilla në paga padyshim që do të ngrinin në grevë të madhe të vogël brenda një kompanie. S'kena kërkuar lukë, po pakët na vlerësojnë për punën që bëjmë. Mu ma fik 3 herë fadroma më shemje. Kam hyrë, kam gjerë fadromen për i shemjes se mos m'ja lan fadromen aty. Duke rrezikuar vetë jetën e tij pa marrë asgjë në këmbim,
Përkundrazi. Ne s'kemi asnjë gjë me punonësit tursh. Rrim, ham, pim, shihim me to, po diferencat e mëdha si janë me paga të demërzon. Me dur të këty në zarflorinë, shtetin nuk ndërhyn, i lënë kretë lira dhe na varfron. Duke i lënë në mëshirë të fatit dhe në duart e pronarëve turq, edhe në momente të më të vështira. Para 4 muajsh kisha një aksident minjer. Nuk mbajti spitali Rashenit dhe më nisën për Tiranë. Edhe doktori i kompanisë më la aty dhe hiku, u interesova pas pak kohësh për raportat. Pyes aty për emrin tim, tha nuk figuron. Pse nuk figuron? Tha nuk është i deklaruar, tha si aksident në punë. Marrën të kompanisë në telefon, thonë do ta bisedojmë këtë punë gradualisht, por mos fol për këtë gjë. Duhet mjaftonte ky skandal që Inspektorati i Punës të kishte ndërhyrë menjëherë te kjo kompani, e cila me një gest tërësisht jo human i mohon punonësit e saj edhe aksidentin e pësuar në punë. Asnjë lloj shpërblimi nuk e ka marrë për aksidentin. Por le të kthehemi edhe një herë tek minatorët që kanë firmosur duke ndërprerë grevën, sepse krahas asaj që firma e quan kërkesë, minatorëve ju është dorëzuar edhe një dokument tjetër, deklaratë personale, me anë të së cilës i detyron ata të lidhin një kontratë të re pune. Punonësit e rikthyer duhet të pranojnë se heqin dorë në mënyrë të pakushtëzuar në të ardhmen dhe në të tashmen për të ndjekur procedura administrative apo ligjore lidhur me ndërprerjen e punës nga ana e kompanisë. Diktaturë që nuk mbaron me kaq, sepse kompania ka menduar edhe për ditët e grevës. Pas firmosjes së këtij dokumenti me pikën 4, punonësi është i detyruar të pranojë se nuk do të ngrejë asnjë padi dhe nuk do të pretendojë asnjë dëm shpërblim që lidhet me mungesën e tij në punë përpara këtij ripunësimi. Dhe ëmbëlsira për në fund, pika 6 e deklaratës personale, e cila thotë se gjithçka është plotësuar me vedije të plotë dhe vullnet të lirë nga punonësi. Mund t'i firmosni ju ato dokumente? Po ku bëhet fjalë, ne po kërkojmë i drejt më shumë se sa kemi pas, jo të lëmë edhe ato që kemi pas. Ajo është t'ia fusësh vetë. Na takon për me fillu fillestar. Do të mbledhim letër prokurorie, letër ke spitali, gjitha të fillojmë një herë nga para. Takon me shku ke siguria, me të marrën testat, tu pas kontratën, të e thonë jo, ajo porat hikin. Çu ta firmos atë letër. Këta janë minatorët qëndrestar nga më shumë se 65 që u bën bashkë në ditët e para të kësaj greve, sidoqoftë më të vendosur se kur për ta çuar misionin e tyre deri në fund. Nuk diskutohet. Jo, sindikatët është primare, ne po hym këtej, do të hym si sindikalistë me përfaqësinë tonë sindikale ku ne aderojmë. Ne do të vazhdojmë këtë grevë, me ndihmën e Zotit do ta fitojmë. Po edhe po se fitojmë, ne jemi bollart prapë se nuk kemi nënshtruar slavërisë. Po nëse nuk gjendet prapë zgjidhje as me ndërhyrjen e shtetit, a keni menduar se çfarë do të bëni? Atëherë do të kërkojmë qeverisë, na marrin një vapor, na plasin Bangladesh, na zëvendësojmë ata. Këto janë të fundit fjalë që thot 61 vjeçari Albert Bushpreni, në sytë të cilit dallohet qartë zhgënjimi i lënies në mëshirë të fatit nga shteti ynë më shumë se sa nga turqit e Bakrit, të cilët vijojnë të fshihen. Jam Ardi, jam drejtor nga Eksoni Tirana. Të lutem, mund të na ndihmosh të flasësh me dikë, një përfaqësues kompanisë që bën disa pyetje lidhur me problematikën e minatorëve. Komunikoj ta gjallë se të është ky Fradi i Tiranave, do një takim me drejtorin apo është përfaqësues aty. Ashtu, ai drejtori është një urbanist, to përkthys vetë pushim sot. Në fillim ishin të zënë me përfaqësuesit e shtetit. Herën e dytë nuk ndodheshin në zyrë në Tiranë, tani na del që drejtori i madh nuk di anglisht, përgjigje shkresave nuk i japin, sidoqoftë le të provojmë edhe me një shkresë tjetër. Ndoshta kësaj radhe dikush do të ketë mirësinë të na japë një përgjigje për të gjitha shkeljet ligjore dhe diskriminimin moral që po ju bëhet këtyre burrave, të cilët sot më shumë se kur ka nevojë për mbështetjen e çdo shqiptari. Erdhi momenti për të ndjekur vazhdimin e historisë së afërditës. Histori që në pjesën e parë nxori edhe një herë në pa të palarat e institucioneve. Prej 7 vitesh afërdita nuk takon dot djalin, edhe pse ka ndjekur çdo rrugë ligjore dhe ka kryer çdo procedurë, sepse një zinxhir i tërë institucionesh gjunjëzohen para një njeriu të vetëm dhe nuk zbatojnë ligjin. Përveç një institucioni, ati të plagëson Jona Mukja. Pas shumë përplasjesh verbale e fizike, gjyshi i djalit, Zoti Hamit, në fund të pjesës parë i dha fjalën institucionit ton Jona, që do e sjell fëmijën të takojë të ëmën. Ndiqeni nëse e ka mbajtur fjalën apo jo. Të përqafoj pak, unë kam rëmalli shumë.
Afërdita është një 25 vjeçare nga Dibra, e cila kërkon për 7 vitësh fëmijën e saj të mbajtur pengë nga vjerri dhe vjera. Qeshor, korrik, nuk e kanë treguar se ku është fëmia. Thonin jemi në plazh, kam bërë kallëzim në polici, ka 2 vite gjysmë që po merrem me polici, me psikologe. Fëmia herë e nxjerrin takim, herë jo, sa herë vjen, fëmia është i mësuar dhe njerëzit e kanë dëgjuar që momenti kur zbrit fëmia nga makina atyre, thon çaj me nonën, çaj se do vi policia të marri. Ky konflikt absurd do të niste pas një tragjedie që i mori jetën bashkëshortit të saj në vitin 2018, ngjarje që do të ndryshonte përgjithmonë jetën e Afërditës, aso kohë 17 vjeçare dhe nënë një foshnje e 6 muajshe. Ka që me një lokal, Huangër Buk, kanë qënë 13 veta në lokal, dhe në fut një pishëm, ka fut armën, ke dera e lokali dhe ka gjuajtur. Për fat keq, e ka kaplumi dhe ka ndëruar jetë. Pas vrasjes së burrit, ajo vendoset përpara një kushti as pak normal, sidomos kur bëhet fjalë për një nën shumë të re në moshë. Ishte ora 1 e natës dhe më thanë ti, o do rish me qënë këtu, o qënë me vetë nuk ke me marë. Pasi nusja kundërshton, ata nuk tërhiqen as pak nga kjo kërkesë absurde. Thirrën babain tim dhe i thanë që ti nuk e për ta marrë vajzën bashkë me qunin. Bën çfarë të duash, mendohu deri nesër. Kuptohet që përgjigjja e nusës së re është jo, refuzim që shkakton debate gati në përplasje fizike mes vjerrit dhe babait të saj. Sa si më vra në të kohë dhe unë isha moshere, kam ikë se thash mos vriten. Do e di qatë fëmi, do e takoj, do e marë. Nëna atëherë adoleshente mendonte që kjo këmbgulje e vjerrit dhe vjerës do të ishte e përkohshme dhe ata do të kuptonin që po e mbanin peng fëmijën e saj. Por shpejt bindet se ka gabuar. Dita ditës, unë kom pas përplasi me ta që më thoshin hajde kë shtëpia, nuk ta nxjerrim në takim, kë shtëpia nuk kam pas shku, po në Burrel e kam pas taku, po kena pas debate vazhdimisht. Që bën edhe më të ashpra pasi fëmia rritet. Në momentin që vazhdoj që unë i të kuptu, dhe tha ish vjerra, mu shprej që unë nuk ka mundësi, tha të ta nxjerr qunin, ta takosh, nga që ti e moshe vjetër, thash nuk e mundësi, thash ma jep djalin mu, nuk thasht fëmia im, ti e ke gjallun, e kam vdekur, e maj për mall të fëmijës tim. Një gjyshe që përdor nipin si objekt për të shëruar dhimbjen e saj, duke cënuar të drejtën e të voglit për të patur dashurinë dhe ngrohtësinë e nënës. Dhe këtë e shpjegon më së miri ky vlerësim psikologjik i 2 eksperteve, sipas të cilit 2 gjyshërit projektojnë fëmijën e tyre të humbur dhe ky projektim e cënon personalitetin e tij duke atribuar një model të gatshëm. Fëmia nuk mund të zëvendësojë babain e tij. Në kushtet e një refuzimi të vazhdueshëm që rrezikon të cënojë raportin e nënës me të voglin, Afërdita vendos të ndërmarrë hapat ligjor për të vënë në vend një të drejtë të mohuar me dhunë. Gjykata e shkallës së parë vendosi që fëmia të më kthehet mua. Ato e apeluan dhe po një lloj dhe gjykata e apelit të vendosi fëmia t'i kalojë nënës. Po këtu gjërat marrin një kthes të papritur sepse 2 të moshuarit jo vetëm refuzojnë të zbatojnë një vendim gjykate, por bëhen agresiv ndaj ishnuses duke e kërcënuar hapur. Unë fëmija, unë të ta hek atë këtë sa e tjesht, ta është malë, mosë mërzit për shatë, unë fëmijë nuk ta e letër që ka morë të ta hek. Pavarësisht kësaj gjuhe të ashpër dhe të tensionuar, nëna e re nuk tërhiqet dhe mundohet disa herë të takojë të voglin në orarin e mësimit. Por edhe në këtë rast ish vjerri reagon me ashpërsi. Në shkollë nuk e drejt me shku. O, do shkoj prap të me shku, prap do shkoj. Edhe di vetë se më ko do shkoj. Po të zhjeta ke shkolla, me zhjetë burin të atër do të shkojnë që të ujqojnë targën e makinës, mos në lijonit dërim në katastrofë. Sot që flasim, kanë kaluar 7 vite që unë nuk po marrë fëmijën tim. Këto ecejake të Afërditës për 7 vite me radhë duhet të kishin një fund të lumtur pas vendimit të 2 shkallëve të gjyqësorit dhe refuzimi i 2 të moshuarve për të dorëzuar fëmijën do të merrte fund me ndërhyrjen e përmbarimit dhe të policisë. Por gjërat nuk kanë shkuar as pak sipas këtij skenari. Sepse për mbi 26 herë 2 të moshuarit jo vetëm kanë refuzuar t'ia kthejnë fëmijën 7 vjeçar nënës, por e kanë penguar këtë të fundit ta takojë të voglin e saj. Madje duke demonstruar arrogancë përballë institucioneve. Fëmia dhe e ka dhënë jo, a e ka të më bërë pengesë të temi? O, zotni, unë të flasë të dokumenta, thu shkruj aty jam plakë. Në kushtet e një përplasje të vazhdueshme dhe këmbguljes së gjyshit për të mos zbatuar një vendim gjykate, u munduam ta bindim këtë të fundit që të paktën momentalisht ta lejonte nënën të takohej me fëmijën. Deri kur morëm një premtim. A do të sjellësh djalin nesër? Po. Ku do të sjellësh? Ku në lishtë? Okej. Fjalë burrash? Po si, patjetër. Edhe të shohësh mindi. Fjalë burrash? Po fjalë burrash. Te lulishte këtu e lodhot. Okej, dakor. Mos më ndryshon fjalë. Më në fund një lajm i mirë për Afërditën. Alo. Përshëndetje, zotja Amitësie. Përshëndetje.
Jonida Mukja nga Piranjat, gazetarja që lam takimin dje për sot orën 6 tek parku i qytetit. Ku jeni? Jo, nuk kemi ardhur. Pse s'keni ardhur? Po nuk kemi ardhur sepse erdha unë në shtëpi. Ha. Kam lexuar ligjin, unë kam mbrojtje me ligj. Mia nuk cënohet privatësia në mënyrë të privatësia e fëmijës. Përveç se nuk e mbajti fjalën duke na shtrënguar dorën si burrat, Hamiti kërkon të ruaj privatësinë e nipit që mban peng. E nga kush? Nga nëna. Ta kishte mbajt fjalën që fillim e kisha marrë atë fëmijë më kohë. Unë jam lodh me këtë gjë. Ndërsa ai për të disatën herë demonstron arrogancë ndaj kujtëtoj që kërkon të ndërhy, ne vendosim të vëmë në lëvizje institucionet për të bërë të mundur takimin e nënës me fëmijën e saj. Që në fakt do duhet të ishin angazhuar pa patur nevojë për ndërhyrjen tonë. Nuk lëvizim dot plani masave për të burrat, ne nuk shkojmë në burrë. Keni patur plane masash dhe herë të tjera i nderuar, dhe çfarë keni bërë? Në gjithë rastet kemi shkuar. Siç keni vajtur, po ke vajtur pra, po siç ke vajtur, je kthyer. Në lidhje me pretendimin për të shkuar në banesë, unë jam i mendimit që duhet të bisedojmë me shefin e krimeve. I cili duket se nuk ka dëshirë të merret me gjëra kaq të vogla sa marrja peng e një fëmie. Çfarë çedon në gjithë këtë proces që nuk kryhet ky ekzekutim? Në lidhje me informacione në gjithë dinamikën e punës, mund t'i drejtojnë drejtorisë vendore, zyrës shtypit. Po zotri, jemi përpara një fakti, lutem, ke një nënë që ka 3 vjeç që s'di ku ka fëmijën dhe e mban gjyshin në maj të malit atje pa djeni të nënës. Ne sot jemi mbështetje zyrës përparimore prapë pas kërkesës që ka bërë. Ka nevojë një nën për fëmijën që s'di ku e ka. Dhe për më tepër ai fëmijë nuk ka asnjërin print, nuk jeton. Të lutem, nuk jam i autorizuar. Jo, duhet të jesh autorizuar si je shef krime. Të lutem. Çfarë keni bërë ju si institucion ligjzbatues i këtij qyteti që nëna të takoj fëmijën dhe të ekzekutohet ai vendim gjykate, që ka më shumë se 2 vite që është marrë. Në lidhje ja 21 takime për mbarimore dhe nuk ekzekutohet. Me këtë problem, informacionin mund ta dërgojmë nëpërmjet zyrës. Asnjë përgjigje, asnjë vullnet për të zgjidhur këtë situatë, pavarësisht se nëna e fëmijës është aty vetëm gjysmëmetri larg. Sidoqoftë fjalët tona nuk ranë në vesh të shurdhër, sepse pak minuta më vonë afërdita thërritet në zyrat e komisariatit për të depozituar kallëzim. Që është i disati ndaj ish-vjerrit. Ndihem e kërcenuar që mos t'i afrohem asaj fëmijë dhe mos ta takoj. Emër mbi emër fia. E bëra kallëzimin. Orët kalojnë dhe tashmë ka rënë mbrëmja, ndërkohë që ne ende presim planin e masave që to të ndërmarrin forcat e policisë së Burrelit ndaj familjes Hoxha që mbajnë peng nipin në kundërshtim me ligjin. Zoti Lami, përshëndetje. A mund të di çfarë veprimesh dhe çfarë masash të reja morët? Ka filluar procedura ligjore. Akoma duhen procedura ndërkohë janë lëshuar 20 urdhra për mbarimore dhe kanë dështuar se ju si institucion fshiheni vetëm pas justifikime dhe planet e reja, planet e reja. Të sqarova në lidhje me informacionin. Nuk jam personi kompetent i adresuar për të dhënë shpjegime. Jeni personi kompetent për të zbatuar ligjin siç ju takon. Jo, mos më falenderoni se po bëj detyrën. Bëjeni dhe ju detyrën tuaj siç ju takon. Kjo ishte përgjigja. Duan ende shkresa për të vënë në zbatim një vendim gjykate. Shefi i krimeve na e mbylli telefonin pa na dhënë shumë shpresë, por pak çaste më vonë një furgon policie del nga komisariati, duke u rikthyer pas 30 minutash. Bashk me gjysh Hamitin. Se sot u shoqëru Hamiti, a u shoqëru Hamiti? Po do të shoqërojmë gjithë pa. Se sot u shoqëru Hamiti? Po nuk e di si më shoqëru Hamitin. Si s'ke shoqëru Hamiti? Jo. Po ti tash një gjë që unë e shoh me sy dhe dëgjoj me vesh të mia, s'ma mohon dot njëri. Mirë. Se ndoshta edhe nuk dim ç'premi. Pavarësisht shoqërimit që ju bë Hamitit në polici, gjërat mbetën aty. Të pasgjidhura, me nënën që kaloi gjithë ditën në dyert e komisariatit pa mundur të takoj djalin e saj. Është data 31 korrik 2025 që përkon me ditën ku pritet të bëhet ekzekutimi i radhës. Të gjithë përfaqësuesit e institucioneve janë mbledhur në sallën e Pallatit të Kulturës, ku pritet që nëna të takojë djalin e saj pas një viti. Që në momentin e parë, fëmia shfaq shenja pasigurie që më pas kthehet në refuzim ndaj nënës. Për më tepër, pranë tij qëndron gjatë gjithë kohës gjyshja, e cila e mban shtrënguar dhe nuk e lëshon për asnjë çast. Ata morin nënën shkem pelodra. Hajde. Kjo sjellje agresive e fëmijës e ka një shkak, që është i evidentuar edhe nga relacioni i psikologes prezente në takim. Në momentin që nëna fillon t'i tregoj fotografi të çasteve që kanë kaluar bashk, i mituri reagon ndaj kësaj të fundit. Në atë kohë, gjyshja lëviz krahun dhe i mituri largohet duke dalë jashtë zyrës bashkë me gjyshen.
Thënë shkurt, kjo marrëdhënie tensionuar e djalit me nënën sipas relacioneve është e pilotuar nga gjyshërit, të cilët arrin deri në atë pikë sa kontrollojnë edhe atë takim disa minutësh duke minuar raportin e shenjtë nën-fëmijë. Por ky raport nuk ka qenë i tillë më përpara. Dhe këtë e tregojnë më së miri fotot e shumta që nëna bënte bashkë me djalin gjatë atyre momenteve kur i jepeje drejta nga ish-vjerri për ta takuar. Por le të rikthehemi pak tek takimi i shumë pritur që nuk nisi ashtu siç afërdita e priste. Prezenca e Hamitit në atë sallë është tërësisht e jashtëligjshme dhe detyrimisht ndikon në gjendjen emocionale të fëmijës. Po ashtu, edhe prania e avokates, përfaqësuese të familjes Hoxha, që nuk kuptohet se për çfarë arsye është lejuar në një moment aq të rëndësishëm për nënën dhe fëmijën. Por marrësi jemi shumë veta. Tash i bie, o do jetë përfaqësuesi ligjor, o do jenë gjyshit në të rast, sepse jemi bërë shumë veta. Edhe nga ana e policisë, po pra jemi të gjithë të shtuar sot aty se çfarë po ndodhet, se ekzekutim vendimi është. Vetëm ta kuptojmë tash me dëshirë kush ka ndërmend që të ta lëri këtë zyrë, jemi shumë veta për të komunikuar në këtë ambient i nderuar. Kjo vërejtje e psikologës nuk ndryshon asnjë gjë në atë sallë, madje avokatja në mënyrë demonstrative refuzon të largohet. Ne nuk do të largohemi nga këtë sallë. Në procedurën dhe ti, e kam bërë dhe dhe një është të ti. Unë jam në në Vendosëm ta përfshim dhe ta ndaj me ju këtë episod jo aq për rëndësinë që ka se sa për të kuptuar se si zbatojnë ligjet e shtetit në të tilla ambiente. Ku nënat apo baballarët detyrohen të përballen me persona inkompetent që ndikojnë në raportin e tyre me fëmijët. Qëllimi im është zbatimi vendimit gjykatës, që ne mos vim 22 herë në zbatimin e vendimit, por të vim në të zbatimin e vendimit. Fëmija është ndiku, çfarë më bën këtë mes tani? Si ta marrën fëmijën? Kjo kërkesë e ligjshme e nënës duket se i nxe gjakrat. Dhe ndërsa tenton t'i afrohet fëmijës, gjyqja e mban shtrënguar pa i lënë as pak hapësirë Afërditës të komunikojë me të. Ose kanë shokëve ti se mami ime ka emrin Afërdita. Unë e kam njohur mamin ti. Nuk është ta mami siç më ka thënë nëna gjyshi. Nuk janë vërteta ato fjalë. Kupton të e rritur, sa i bukur je bërë. Atë mori dhe në shkojnë atje dhe do dra të qanë. Atë shpreje mos qaj, ti mund të kush qëtësoj, jo mos qaj. Gjatë gjithë kësaj përballjeje, ish-vjera e Afërditës tregohet tepër indiferent ndaj kësaj të fundit, duke mos ja hedhur asnjëherë syt, por pa harruar për asnjë moment të mbajë shtrënguar nipin. Imagjinohet lehtë se sa ka punuar kjo gjyshe për të armiqësuar djalin me nënën. Po ti si ke folë një herë për nënën, ti ke thënë për i nënën që është Në të vërtetë gjysha i ka folur fëmijës për një nënë e cila nuk është Afërdita, por nusja e djalit të madh të kësaj familje. Fakt që është evidentuar edhe në njërin nga raportet e psikologes. Palët e paditura nuk janë konsciente për rëndësinë e nënës biologjike në jetën e fëmijës. Nuk shikojnë problem as faktin që fëmia njeh dhe quan nën nusen e xhaxhait. Po kjo si në ndrimse? Na sa e përpjeshteve. Si prezentojnë në të tjera? Da, Se prezentojnë po prezentojnë atje, se ke gabim. Ne dhe ke kapa të fëmijën si të qovë. Unë të bëjë për se ligjë. Se ju në bërë një me ligjë, 100% me ligjë, kisha të punu në shpi dhe s'kisha nevoj për as të mediatizohemi, as të politizohemi. Në këto tentativa të psikologes për të afruar palët në të mirë të fëmijës, na bie në sy indiferenca totale e kësaj zonje e cila quhet Romina Kurti, përfaqësuese e shërbimit social në Bashkinë e Matit. Nga pamja, duket se është krejt rastësisht aty dhe nuk ka as pak lidhje me çfarë po ndodh, edhe pse detyra e saj është të ndihmojë në krijimin e urave të komunikimit mes fëmijës dhe nënës. Ndërkohë minutat kalojnë pas një rezultat. Nëna ende nuk ka mundur t'i afrohet djalit të saj, i cili vazhdon t'i qëndrojë në distancë. Do të përqafoj pak. Në këto momente, kur nëna dhe psikologja përpiqen të marrin fëmijën me të mira, mes tyre hyn ish-vjerri, i cili shërben si katalizator për të voglin. Dhe në pak kohë salla kthehet në një arenë dhune. Brenda, po bëhet një ekzekutim urdhër përmbarimor. Po konfliktohen persona të rritur në prezencë të një fëmije të mitur. Do merren në masa apo do gjejmë në zgjidhje të tjera për të futur.
E gjitha çfarë të gjuam ka ndodhur në prezencë të punojësve të policisë dhe të shërbimit social të Bashkisë Mat, të cilët të gjithë në mënyrën e tyre kanë dhënë një dorë për prishjen e procesit. Si ju vjen turp dhe sa institucione të dështuara jeni, të gjithë një për një, jo si punojëse e policisë. Çfarë masash merrni? Ndërkohë që shikoni një fëmijë që dhe një nënë që thirret. Fëmijën do ta mbori mami me të mira, jo në atë mënyrë. Si nëna me të mira? Në është 22 herë që nëna vjen sot. Kaq. Se kemi njerëz. Kë ke njerëz? Çfarë do të thuash ti me ke njerëz? Çfarë do të thuash ti që ke njerëz? Çfarë do të thuash ti që ke njerëz? Më përgjigje. Të lutem. Çfarë do të thuash që ke njerëz? Çfarë punë bën se keni bërë ju si mbrojtje e fëmijës? Gjithçka ju aktem përgjigjen me shkresë. Po mos më tregosh shkresa. O zonjë, çfarë shkresë kërkon ndërkohë që je përpara faktit? Ti njësi e mbrojtjes ndaj fëmijës. Do ta kthej përgjigjen me shkresë. Kush është e drejta e fëmijës? Përgjigjen do ta kthej me shkresë. Keni parë juve në seancat e tjera të takimit të nënës me fëmijën që nëna ka qenë e dhunshme? Të lutem, A keni parë juve në seancat të tjera që nëna ka qenë e dhunshme? A keni marrë juve ndonjëherë si njësi e mbrojtjes së fëmijës pa lënë depitorit që të punohet me atë fëmijë? Rrini duar pryq ndërkohë që nëna thirret për fëmijën? Kjo është fytyra e punojësve në zyrat e institucioneve shqiptare, të cilët kthejnë shpinën teksa një nën kërkon të marrë në prehër djalin e saj. Ndërkohë që si gjithmonë në këtë ambient i pranishëm është shkaku i të gjitha përplasjeve me një grua të re, e cila prej 2 vitesh e vetme po mundohet të vërë drejtësi në vend. Kërkove herën tjetër që do të vija në orën 6 të erdha i ngritëm të gjitha strukturat me radhë. Një e palishme në këtë. Kush është e palishme? Unë apo ju? Ti. Unë nuk jam e palishme. Unë jam shumë e lishme. Mundësisht për aq kohë sa institucionet nuk funksionojnë. Ke mësuar një ligj që as vetë nuk di ta interpreton. Ti dil jashtë je palishme në këtë proces. Ti e di ku duhet ish? Pra pa hekurave, nëse do funksiononin të gjitha. Në 2 raste që jam unë në dieni, juve keni marrë fëmijën pa ditur nëna se po shfëmia. E bedimis të kushtohet me dëshirë në vullnetin e fëmijës. Psikologët tregojnë që fëmia është mësuar nga jote. Çfarë mund të thuhet për një person që pas një shkaku rreni shnuse në shtëpisë deri në atë pikë sa i mohon fëmijën? Çfarë mund të thuhet për një individ të tillë që i bën sfidë organeve ligjzbatuese dhe pse ka 2 vendime gjykate që urdhërojnë për ta kthyer djalin tek nëna? Po policia e shtetit që bën se hir sa herë që ky shkelës serial i ligjit bën show në seancat e parashikuara për ekzekutim vendimi? Të gjithë juve çfarë jeni këtu? Të dëgjoni ato lloj urlërimash që bën nona për të marrë fëmijën e vet, mos u zhdukni të gjithë ashtu të më ktheni kurrizin. Turp të keni, secili prej jush. Ajo çfarë kemi dëgjuar brenda sallës që më pas ka degeneruar në dhunë është pa dokumentuar nga kamerat tona. Por për të kuptuar ato çfarë ka ndodhur, na ndihmojnë dëshmitarët okular. Evla Dia, ish vjera e zonjës Afrodita Budi, e ka mbajtur të njëjtin qëndrim, pra duke mbajtur ajo djalin pranë vetes dhe ajo djali duke u kapur pranë saj. Në atë moment vetë nëna e fëmijës së mitur nuk ka kërkuar asgjë më shumë, vetëm se të përqafoj pranë saj fëmijën e mitur, ka arritur ta ketë atë për disa minuta ulur dhe përqafuar edhe vetes, pastaj është bërë mundur nga zonja pra gjyshe të miturit që të ndalohej ky proces dhe të filloheshin të shtyheshin midis tyre. Dhe me konfrontime fizike midis ish vjerës edhe nënës së fëmijës, dhunë kjo që është konstatuar më së tepërmi nga ish vjera përkundrejt ish nuses saj. Nga Evladia është godit nëna e fëmijës, është godit dhe psikologja në këtë mes, dhe duke qenë që ka pas tensione fizike, inspektorja kërkojnë ndërprerjen dhe shoqërimin pranë komisariatit të policisë. Një veprim ky tërësisht jashtëligjshëm i zonjës Violeta Daçi me detyrë inspektore e policisë në komisariatin e Matit duke ka përcyer të gjithë kompetencat e saj. Nuk mund të ndërpritet ekzekutimi nga një inspektor e policisë pasi po merr atributet e përmarrësit gjyqësor, në këtë rast që ka qenë inspektoria e policisë. Nuk i takon asnjë proces përveç përmarrësit gjyqësor të ndërpresë procesin e ekzekutimit. Por ky nuk është veprimi vetëm në shkelje të ligjit. Sepse me sa duket, me një aksion të mirëmenduar, punojësit e policisë së komisariatit të Matit kanë vijuar me palishmëri në dëm të procesit për të cilin ishin vënë në dispozicion. Ka ndërhyrë pala tjetër që ka qenë Hamit Hoxha, i është kërkuar largimi i këtij dhe kam kërkuar dhe largimin nga policia që ka bërë të mundur largimin jashtë. Por pavarësisht se nga përmbaruesi është kërkuar shoqërimi për në komisariat, policët kanë bërë sikur po e zbatojnë këtë urdhër dhe pak minuta më vonë Hamiti është rikthyer. Duke na bërë të dyshojmë seriozisht për një bashkëpunim të tij me drejtuesit e policisë së Matit. Në këtë rast që ne shohim duke qenë se është rreth 22 herë që jemi paraqit në këtë zbatim vendimi, ndoshta edhe marrëveshja dhe kompetenca e policisë janë më të cunguara në rolin që do kenë në procesin e ekzekutimit dhe në këtë kampaninë e exigencë të inspektorëve të policisë për mos zbatimin e këtij vendimi.
Fëmija ka thirrur 2-3 herë, ma. Fëmija ku vajtje? Vërtet, fëmija ku vajtje? Ato sa do më dëmojsh? Sa tur për ty? Ato dëmojsh? Më vjen keq si të rekin fëmijën ashtu. Unë jam Rezard Veleshnja. Sot, pas kaq kohësh larg ekranit, mendoj se ka ardhur koha t'ju tregoj diçka që unë nuk e kam thënë dot kurrë më parë. Unë kam qenë viktimë e suksesit tim. E di që t'ingëllon si justifikim, por nuk është. Është e vërteta. Ata që e kam provuar e din. Pesha e famës është shumë e rëndë. Sidomos kur je i ri. Euforia të merr me vete, njerëzit flasin në rrugë, të ndalojnë, duan foto, duan të ulesh në për tavolina me ta. Dhe ty kjo gjë të pëlqen. Të pëlqen kur të ardhurojnë. Por ajo që nuk kupton në atë moment është se kur je në televizor, disa njerëz duan të përdorin. Jo të gjithë, por disa. Sidomos ata që merren me botën e drogës. Ata kanë interes të përfshin, sidomos njerëzit e artit, të sportit, të politikës. Jo se u duhen këta njerëz, por u duhet fama e tyre. U duhet për ta shitur jetën e tyre si normale, për t'i thënë rinis, ja, shtu jetojnë të gjithë. Dhe ti këtë gjë e beson, pa e kuptuar. Të thonë, kështu është jeta e artistit, jeta e showbizit, jeta e televizionit, të gjithë e marrin, edhe filani, edhe filanka. Dhe ti, bje brënda. Sepse atëre nuk e shikon dot që këta njerëz, ty në fakt nuk të duan. Ata duan thjesht të reklamojnë veten e tyre përmes teje. Unë e njoh mjaft mirë Hollandën, sidomos Rotterdamit. Hollanda është një nga pikat kryesore të hyrjes së drogës në Europë. Vetëm se rinia hollandeze nuk është e varur nga droga, ashtu siç është rinia shqiptare në këto kohë sot. E kam pyetur veten shpesh pse? Sepse dhe porti i Durrësit sot nuk ngelet pas Rotterdamit. Për mos thënë që janë konkurrencë me njëra tjetrën. Por ne nuk kemi prindër holandez, as shkolla holandeze, as mundësit që të ofron atje mbretëria holandeze për rinin. Çfarë i ofrohet rinisë shqiptare në këtë vend? Moshave nga 14 deri 18 vjeçar. Çfarë mundësish ka një njeri që të mos e mbys depresionin e tij me drogë, që të mos i mbajë ngjall ëndrat me pluhurin e bardhë? Kostot e famës janë të mëdha, morale, familjare, personale. Dhe kur ikën nga ekrani, ata njerëz që dikur të merrnin për krau dhe të thonin, je i yni, për çudi ata zhduken, nuk i duhesh më. Nuk të kërkon njeri, sepse nuk të kanë dashur ty. Por, kanë dashur statusin të. Dhe kur statusi fiket, ti sheh se e vetmja gjë që mbetet është vetëm familja. Shpesh familja është e vetmja që të mban. Kam një mesazh për artistët që sot janë atë rrugë ku isha unë. Dhe për ata që ndjekin rrugën e artit. Kur ngrihesh vet, kur e prek famën, do shohësh shumë njerëz do të duan që të përfitojnë prej teje. Do të thonë, kështu është jeta, kështu bëjnë artistët. Mos u beso. Sepse nesër mund të jesh dhe ti ai që do të tregojnë me gisht, siç kanë treguar edhe mua. Mbasi kanë marrë atë çka donin të merrnin kur unë isha në televizion. Vetëm se unë vendosa që ta them vetë, sepse më mirë e vërteta ime, se sa versionet e atyre për mua. Vetëm disa kilometra larg Tiranës, në Vorë, një moshuar zgjon çdo mëngjes me një hall që i rëndon më shumë se vitet që ka mbi supe. Kujdesi për të birin me aftësi ndryshe. Dhe si për t'ia bërë akoma më të vështirë, fëmijët e tjerë refuzojnë që ta ndihmojnë. Histori që kemi ndeshur me 10 herë, jo vetëm tu tek Piranjat Show, dhe që në një farë mënyrë është kartolina e hidhur e Shqipërisë. Ajo nuk kërkon luks, nuk kërkon asgjë të jashtëzakonshme, thjesht ndihmë dhe dëmshuri, në mos nga të afërmit, të paktën nga institucionet që e kanë për detyrë. Dua
dua si kjo jetën teme, nuk dua si sajtë, vetëm që ku i shpitë teme me jetësat në zakanet. Pse mos jetoj në une si që shfëgjët e mija. Kjo grua e moshuar që po qanë me dënes quhet Sultane Picari dhe prej 2 vitesh ende rrugëve pa pasur një banes për të jetuar e qetë. Shkaku është vërtet rëqethës. Kam 2 vjetë që më ka da djali, ka qitë për i shpije. Në fillim fare dajnë në nëzorin mua dhe mamin edhe vlajin, na qëjme një vend me qëra. Basanaj nëzori edhe gjyshen, sepse ka bo dokumente falco, ka qenë edhe më gjyshe ka fitu, edhe e nëzori gjyshen si thonë të shtro fmin. Dajnë tim Altini. I cili vuan nga problemet të shëndetit mendor. Nusja isha shkaktari, i thote që nuk do bëdhëm shpi, sa hapi biznes, ato kafene e në i dyqan. U mërdit nusja se nuk më vinë rëp dyqan. Pri ka lëmojt smushën. Për të kthyer pak mbrapa në kohë, zonja Sultane ka pasur 11 fëmijë, por sot jetojnë vetëm 8 prej tyre, sepse 3 djemë që vuanin nga problemet të shëndetit mendor kanë ndërruar jetë. Tashma ajo ka 6 vajza dhe 2 djemë, Agimin, i cili si qëtote ka nxjerr nga shtëpia, dhe Altinin, një 20 vjeçar me çrregullime të shëndetit mendor. 77 vjeçarja, dikur jetonte në një banes me 2 djemë të sëmur, vajzën Elizabetën dhe Anën që është mbesa e Sultanes. Në fakt, shtëpia ku ata jetonin të gjithë së bashku ishte një ndërtesë 2 kaçe, ndërsa Agimi kishte një tjetër 3 kaçe, ku jetonte me familjen e tij. Por sot, të dyja këto objekte i gëzon vetëm Agimi për shkak të një vendimi gjyqësor. Te 3 kaçe kush jetonte? Djali, më nusën. Te shtëpia 2 kaçe kush jetonte? Vetëm unë katë parë. Ma Altinin, ma Asimin, që ka vdek ai vit. Më rapë më sënejta me erdhi goca, Elisabeta. Si ndodhi që djali të nxori nga shtëpia? E ka fitu gjyqin, e ne mu nxori rrugëvet. Nuk ishte ditë që nuk më thojte hik. Tani, ajo shtëpi që sot e ka Agimi, nga kush është ndërtuar? E ka ndërtu plaku 94, tollët i priqën vetë. Kishin ca gjisa në bërë, ata i preu, i boni për teren. Mas i vdik plaku, boni katë në dytë. Tjetër, 3 kaçën e ka bo me pare të gërdejtës. I morën ta pare, Agimi, i qunë bangët, e me shën kapak të bo punë. Unë nuk e kërkoj ati, gjithë 2 kaçën, të më api vetëm katë në parë. Sa që këjtë në vdes në huan tje ku ka vdes burri, ato ku më kanë vdes fëmijë, katë në parë, jetët mërë, më sërruja si jam, as një jam, për të vdes gjatë në atë që që ka i mrenë më shpita e më se kam njërë shpatat, kam njërë dirëse në ato. Nuk dua si kjo jetët, nuk dua si sajtë, bëtëm që ka i shpita e me jetësat në zakanet. Pse më jetoj në une si që shfëgjët e mija. Nuk mund të gjykojmë rrethanat, të cilat Agimi, djali i saj martuar, ka arritur të bëhet përfitues me letra i të 2 banesave, ndërsa ai vetë prej kohësh ndodhet në Greqi pa lënë asnjë adresë. Sidoqoftë, diçka duhet sqaruar. Ai ka kërkuar nënës të jetojë në njërin nga banesat, por vetëm me një kusht. Daje kishte thonë nënës, për këtë gjëra do t'i bëj unë nis me ty. Nëse çonin ta shtoj unë ty të maj. Ti Sultane nuk pranon që djalin ta çosh në një spital, një qendër që të kujdesë? Jo, kur se kam bim gjenap më tjerë, i ti una, si e rafa djeta. Të 3 fëmijët kanë qenë të shtruar në spital? Me të basan. Rapa na jem të vujtë se kom bim gjenap, ndëra i kom qumë atje, mi kanë të shtruar tjerë, se nuk i të kom qumë bëhet. Nëna duket tepër e penduar për veprimet e kryera në të shkuarën me djemtë e saj, ndaj kërkon që kjo të mos përsëritet me më të voglin, pavarësisht kërkesave të Agimit, i cili një vit më parë, kohë kur ishte gjallë djali tjetër i sëmur i Sultanes, ka kërkuar në gjykat që të ëmës t'i hiqej kujdestaria për 2 vëllezërit, Altinin dhe Asimin, dhe ata të dërgoheshin në institucionet përkatëse të specializuara për ofrimin e kujdesit dhe mbështetjes për personat me probleme të rënda të shëndetit mendor. Duke parë gjendjen e rënduar të 2 vëllezërve, ky mund të konsiderojë si veprimi më logjik, por jo për nënën, këmbgulja e së cilës e detyroi Agimin të hiqte dorë nga kjo kërkesë. Dhe gjithashtu të bindej edhe më shumë për të mos lejuar nënën dhe vllajin të ktheheshin në shtëpi. Ndaj sot, Sultania vazhdon të jetojë rrugëve me djalin e saj, Altinin, edhe pse në kushte jo të favorshme për gjendjen e tij, pas largimit nga banesa e tyre. Masi hika e në shkovën ka gjas. I fshat shjaku. Ati e kam net, nuk di sa mujnë net, aja shiti shpinë. Të në gjetë gota moza që kam fje, i palat 4 katë, ka 3 që me hëpë në atje. E në aji si përgjej, se gjitho mujnë, nga nejtë ka 100 binë. E në u ditiru më hike, më erë në vorë. Atje i mujnë kërë nejtë. Mësë nejta
Tha shkoni filan vend, për një tash për shtëpi. Mos ana e burri im foli me këtë pronarin këtu dhe ai zoti shtëpisë i tha merr familjen tate. Edhe ata nuk e dishte se ishte gjyshja ime me gjithaj. Se gjyshja ime ka folja 2-3 herë, po s'kan gjuhë mja dhonë. Mos ana ai fillon debatet me zotën e shtëpisë dhe me qëra gjithë të tjerë. Thoshin plak në vjetër me gjithaj nuk i duam këtu. O kanë bezdi çunin. Mërzitën ka djali që kam. Po pse çunit në është i dhunshëm? Po nuk o i dhunshëm, po si që shirë jetë. Rëfojt vëtë në vaj dhe bakë shto më të ujë për të. Po ti si ja ke bërë gjithë se ku ke ndenjur? Ja, shto të usiel. Ngrejtë shkova, ke gota bëbrun. E ne të e 2 netët jetë, se i prap, erdë këtu, të usiel rrugët poshtë të lartë ditë, ndarë. Gjatë këtyre muajve, e moshuara dhe djali i saj janë detyruar të kalojnë netët herë në banesën e mbesës Fsheurazi, e herë të tjera në ditë me shi në Bodrum, në kushte të tmerrshme, ku nuk mungojnë as mint, që na detyruam të ndërprisnim disa herë edhe intervistën me zonjën Sultane. Pronari nuk më lejo me hymren atje, nuk e do bëdhëllan këtu, më pronë të eme, nuk ka faj. E si flini këtu? Që atje shtrojt dyshekun ato, kurse unë mi divan, dëtë bësone, dëtë mësë bësone. Po si ja bën këtu, se këtu nuk ka as dritare, nuk ka as derë. Po këturi ka hyere, sa ne këne, ftoft, gjithë natë, të fruklu si qeni. Dhe mendoni pak, që jemi ende pa ardhur muajt e ftohtë. Nuk kam që të bëjtë se edhe una kam një fëmijë të vogël, edhe unë do dalë në rrugë madhe me atë fëmijë do bien shi, do është dimër tani, vazhdo dimër. Ju lutem ndihmoni, aq sa keni mundësi. Kjo thirrje e dëshpëruar për ndihmë duket se nuk prek në zemër ata të cilëve kjo zonjë moshuar ju ka trokitur në derë. Siç është Bashkia e Vorrës, titullari së cilës duket se nuk ka shumë kohë për ta takuar, pavarësisht hallit të saj. Kohëm 8 mesit deri ora 1 pritë kretar në bashkisë. E nuk më futim mre në derës bashkisë për jashtë. E më tha mu, tha, që ketim, tha mu. Thash una, që kështu thash jam pa shpijim, ka qitë që unë për i shpija. Shkohu dhe për gjyqa. E në këthe u shpejnë hyni mërë, për ta u me lider në bashkisë. A ke shkuar të kërkosh një banesë sociale për t'jetuar? Që ke kërkuar? Drejtoresha kësaj sociales. Na jashtë, më tha. Çfarë tha? Nuk kino koj gjimë. A mik disa shi fletë qadre. Për zotin kështu i kam thonë, mik mi fletë qadre. Nuk kena tha. Nuk ka asgjë Bashkia Vorë, as njerëzillog dhe mshuri për një grua të moshuar mes 4 rrugëve bashkë me djalin e saj të smur, për të cilin ka vendosur të kujdeset deri në ditën e fundit të jetës. As i llojnime nuk kam për në thamë që boni që pasa, më noni për mu, më noni për atë zakatë, na i rëmzote, na i shpirë ka, ose në mosë në rase nuk bëhet njohë të tje bëjt jo vetës, nuk të ka gjojnë timin më për jashta. Vëtë të ti jam cisë në ti, të dikë në vetën të eme. Pa ti me disë vorë që të shovin sere gjithë mi jetë, se jam të vuqë shumë. Jam të vuqë shumë që du jetë më unë që të rojë këtu me gjithë sakat. Kjo është një thirrje që do duhet të ngrinte peshë drejtuesit e Bashkisë së Vorrës, të cilët fatkeqësisht kanë heshtur gjatë gjithë këtyre ditëve, që ne u përpoqëm t'i kontaktojmë. Prandaj nuk na mbetet tjetër vetëm të drejtojmë këtë kërkesë për ndihmë tek të gjithë ata që kanë mundësi të bëjnë diçka për këtë zonjë, e cila kërkon vetëm një streh modeste për të dhe djalin e saj. Dojna! Më trombe! Ky ishte qëllimi. Ti, ke parasysh ta studentët të cilët kujtojnë për të mësuar një natë përpara, por në vend që të mësojnë, harxojnë më shumë kohë duke bërë kopje se sa duke lexuar. Si kam kuptuar asnjëherë me thënë drejtën. Po, vetëm se këtë radhë kemi ndryshim. Studenti Dembel doli shumë mirë në provime, se njerë do i qëlloj. ChatGPT. Po gjithçka, tani studenti Dembel në këtë rast është Bashkia e Durrës, e cila për një problem që priste prej 23 vitesh, 2.3 dekada, sa po shkoi zoti Kuqi për 3 ditë, fap. E zgjidhi më? E don Kuqi, Mr. Red. E zgjidhi ka shpejt? Jo. Pra, Bashkia nuk është se nuk e di, po s'do më i dojnë. Shkruaj platforma për 10 ditë, ja i përgjigje. Ja i përgjigje, po. Ka përshtypjen se i nevojitet pak motivim nga mikrofoni i piranjave, I duhet motivim, po. I duhet. Gjë që zhurë me bëparje, gjë. Si zhurë, më faqë, si zhurë kompensate. Jo. Qa ke aty buk, qa ke? Gjë. Sa lek doni me heq
investigimin që kini bo për mu. Shiko, je lodh kot. Tani, e para punës, a mund të shtoj diçka? Një detaj, kjo është çanta ime. Dhe s'ka si kokër leku, bro. Nga të tuja tjo, po ka fut me silit e veta. S'ka leke, që ve, qef, me filxon, ko pa filxon, ke për të mori dorë pa. Për ta vend qik një jetën sentimentale? Mirë. E qik edhe jetën me pare, shumë mirë. Flor, ke lonë shenjat e gjirë. Je lodh kot, pas ke prish kot edhe 2 shekur me nxjerr to leket, se nuk ke heqim investigimin, harroje. Po dha, të lutem ma hiq një investigimin. Ma hiq një investigimin, kap një lek mërë. Ore, ne nuk kemi investigim për ty njërë. Nuk keni investigim për mua? Jo. E po mirë pra, sa doni me më heq mu nga emisioni? Kom 4-5 javë se s'po hiqit. Ajde këtu të shpjegoj një gjë. Tani, ky emision është si zemra jonë. Ne nuk të ishim dot nga zemra, se të kemi shumë gjanë. Po s'dur me më pas gjanë, po vetëm Më ishtë një të kapim në i gjotë tjetër kun, se to si në to kap, që si në to kap. Nuk të ishim dot, se e para se vendos unë njërë. Shusha, s'të ishim dot. E dyta se vendos as Flori. Po Flori, qik lek. Sa lek do t'i me heq dojnë nga emisioni? Ore, të dëgjoju, nuk është se... O, një gjotë qonda? Të njëtin kish kuptim, kanë dhe ata që piranjat i kapim në shkelje. Ne nuk merremi me gazetar obes. Je vendin e gabuar. Ore, leni më këto je vendin e gabum ti. Kësa e kini vuat e piranjat kafshojnë? Qa kafshojnë piranjat? Kafshojnë pra... Ne kafshojnë ata që shkelin ligjin, kaq. O, nëni mi guzari, po kafshoni më nej pare, kafshoni nej lek më, kafshoni nej lek. Ku ke pati njerëz që kafshojnë lek njerë, po ndjekim zhvillet e fundit nga Durrësi. Që këtë e donin, ta që ti mikesha ime që është 7 zanë, 9 muaj, jo, nuk duron, a mund të marrë punë për 9 ditë, që me donin, edhe marrë punë. Sa të falkën s'kapim nej lek, po t'kapim nej qonë. E kap e qonë. Së shkesh kjo, më fakt, i nxjerë ca lek. I nxjerë ca lek. U shemën një 2 dhoma dhe nga i moment na i hypën ke ish magazinat. Kush e u shembi ato 2 dhomat? Bashkia e Durrësit, sepse asaj era plani. Ka ngel se vetëm shtyhet ka dalë që në 2012 e deri më sot as edhe i dhoi veprimi nga ana shtetit. 3 javë më parë, sollëm në vëmendje historinë e Sonila Gegës, e cila prej më shumë se 2 dekadash nuk mund të gëzojë shtëpinë që i takon me ligj nga Bashkia e Durrësit. Edhe pse kjo e fundit, por shkak të një plani rregullues në vitin 2002, kishte shembull shtëpinë ekzistuese. Me premtimin e kryebashkiakut të kohës, zotit Miri Hoti, se do të sistemoheshin në një banesë të re. Pak muaj pas aksionit për shembjen, me një vërtetim si të pastre të lëshuar nga bashkia, nëna e 7 fëmijëve dhe familja e saj u sistemua në ish magazinat Alpkopit në Shkozet të Durrësit, në një banesë të rënuar dhe pas një kusht higjiene, pa dyer, dritare dhe as qati. Por në kushtet ku ndodhej familja, gjithçka ishte e pranuar për ta. Mjafton të kishin shtëpinë e tyre. Ju kur hyt në fillim, gjendja ka qenë siç është dhe ju kishit shtuar, kishit bërë vetëm këtë dhomën këtu. Po, te dhomën këtu dhe dhomën tjetër. Pjesa tjetër ishte siç është tani. Siç është tani, siç është tani. Si jetoshit vetëm në të dhomë? Po ashtu jetoshim, se ku do shkonim? Si ja bënit për të ngrohur? Për të ngrohur me sop druni. Ku laheshin fëmijët, ku ndroheshin? Duke marrë parasysh që është dimër për shembull. E kuptoj, fëmijë, domethënë se un kam thash 2 dhoma, një këtu, një atje. Me këto 2 dhoma, domethënë i lasha ke dhoma tjetër, i visha këtu, që të ngrohnin terrenin. Këtu kishte sobën e druve. Po, e kemi pas këtu, domethënë që e nxirja nga penxheria. Por mos harrojmë se ky ishte një sistemim i përkohshëm për familjen me 9 anëtar. Gjë që detyroi Sonilen të trokiste për vite me radhë, sa tek zyra e strehimit në Bashkinë e Durrësit, sa tek enti i banesave, duke u përcjell gjithmonë pa një zgjidhje konkrete. Por ndryshe nga përgjigjet që ishin dhënë dikur, 3 javë më parë, pasi shkuan bashkë me të në zyrat përkatëse, më në fund ujërat lëvizën dhe institucionet reaguan. Që të zgjidhet problemi, të thash, një gjë që s'është e imja nuk ja jap dot me ligj. Duhet të bëhet pronë e imja që t'ja kaloj. Po, na lini kohë pak një 2 ditë. Unë ta kam dhënë fjalën që kur ke ardhur, zonja është përfituese, se jeton aty. Nuk ja zë dot njëri në shtëpi. Besoj se duhet ketë një arsye që nëse s'është bërë, domethënë, dhe do ta vlerësojmë, do i kthejmë përgjigje. Nëse do takon do ta marrësh. Pas këtij premtimi të kryetares së bashkisë, gjërat u bën edhe më konkrete dhe dokumentat u nxorrën nga pluri i arrestës, 23 vjeçare.
Bashkia Durrës pasi shqyrtoi rastin, verifikojnë që këto magazina janë transferuar Bashkisë Tiranës. E përpasoj me vendimin e Këshillit të Ministrave 536 të 2008-s për miratimin e listës përfundimtare të pronave publike për të kaluar në pronësi ose në përdorim të Bashkisë Durrës, ky objekt nuk është transferuar, gjë që sjell pasojën mos legjitimitetit për të qenë ende pronar. Me vendimin e 2012-s të Këshillit të Bashkiak, ku është kërkuar privatizimi dhe është miratuar, bie ndesh me nenin 107 të Kodit të Procedurave të Administrative në lidhje me subjektin, legitimitetin e të qenurit ende pronar. E përpasoj me nenin 110, këto akte konsiderohen absolutisht të pavlefshme. Pra për ta sqaruar, vendimi i Këshillit Bashkiak Durrës i marrë në vitin 2012, kur kërkoi privatizimi i katit të dytë të ish magazinës Alpkopit në emër të Armand Gegës është nul. Me pak fjalë, Këshilli Bashkiak ka kërkuar privatizimin e një objekti që nuk është në pronësi të Bashkisë Durrës, duke u bërë dhe piknisja një lëmshi prej 2 dekadash, që më në fund duket se ka një zgjidhje. Bashkia Durrës pas shqyrtimit të rastit ka kërkuar me shkresë zyrtare Bashkisë Tiranës transferimin e kësaj prone në Bashkinë Durrës për të vazhduar procedurat e privatizimit. Një proces që tashmë ka nisur e që kërkon kohën e tij të përfundojë. Ndërkohë derisa kjo të arrihet, Bashkia Durrës është e hapur që bazuar në ligjin 22 të 2018-s për strehimin social, në gatishmëri me të gjitha dispozitat ligjore që ligji parashikon, për t'i ofruar një nga programet e tjera të strehimit, që mund të jetë bonus i qiras, mund të jetë një strehim tjetër në ambiente të tjera të bashkisë, dhe çfarë dispozitat ligjore parashikon. Qëllimi në këtë moment është kalimi i pronësisë në Bashkinë Durrës për të vazhduar procedurën e privatizimit. Ne do të shkojmë nga pas historisë për ta zgjedhur sa më shpejt. Ka që thjesht pas ka qenë? Për një shkresë u desh të pritej më shumë se 2 dekada? Nëse. Rëndësi ka që gjërat po marrin drejtimin e duhur. Ndaj nuk na mbetet gjë tjetër, veç se t'i japim lajmin e mirë Sonilës. Prona është rrugës për të bërë jote, por është e sigurt që do bëhet, sepse të gjitha procedurat janë okay. Nuk kërkoj asnjë gjë nga shteti, vetëm tapinë e shtëpisë. Sa ke pritur nuk do presësh. Sonila, unë mezi pres që sa më shpejt të vim dhe të bëjmë gëzuar tek shtëpia. Mbërritur në fund edhe është gjithmonë kënaqësi për mua të jem krateje tek Pirania Show. A kam si të thëmë i gjohë kështu? Je mirë, a je mirë? Po jam shumë mirë, po i gjohë shumë qetë. Pa bërtit, të lutem. Pa bërtit fare. I sigurt. Du me denoncu Pirania! Po s'morin lekte mija me meq mu nga emisioni. Gjithë emisionit të dinë se si funksionoj loja më dha. Këto munojnë me bo drejtësi, me rregullu probleme, me një mua allergjit, majnë shpirtin me roga, kanë lujt men shkrejt. Drejtësi në 2025 u mundova me ja shpjegu si bëhet kjo emision, nuk merrin vesh më vlla. Duhen me rregullu vendin, sigurisht në ministri, televizioni bëhet për me bëhet lek. E vetë një gjë që kam kap, ka qenë ky filxhon që çonta tojnës. E në 3 gishtat Florit, pa gisht në mesit. Ju lutem boti drejtësi. Merrni paret me meq nga emisioni. Kapni në lek. S'ka gjë, shiko. Do bëhet më mirë. Për momentin e mbyllim show-n, pastaj dil bëni xhiro, rregullon një televizion tjetër. Je optimist. Kur ja doli Zeqinea, ti do ja dalësh, do ja dalësh. Do e mbyllim? Zeqinea? A do e mbyllim? Ta mbyllim. E mbyllim. Du të denoncoj Pirania! Nuk morin lekët për me nejt nga emisioni, nuk funksionon kështu më vlla. Është të bërë tjetëri lek në për Piranjeve, është më merë një ju që Pirania Kafshoj! Kafshoni më ne i bari më! Këna jugu në veri, me të rënjë e rësirë, në përfusha, në përkotra, për shëllenjë e kërsirë. Pra pura, hajpini, ore qast, për që kallin në të herët, se ka i rast. Hajpini dhe rëmbeni, pushti qepën, pushti arka, të pa prek ju qepti dreka, milioner ju
Lusuri Turka, Hani Pini, Romani